Përshëndetje erë gjithëve. A i keni parasysh të portretet tona të parlamentit të rinj dhe të vjetër? Se mu më knaqin për shembull kur dalin non-stop në për foto edhe në për rrjetet sociale. A i keni pasë qa pamje shkan disa janë me hale. Disa janë të lumtur, që shumica janë të lumtur. Këta të rritë që kanë ardhur ashti, rinë e shofin njëri tjetrin, gjithë lakmi, gjithë dashni, dhe kur shef Rumullak, shef të njëjtat portrete. O zotë Perni, unë kam thonë që 90% e parlamentit janë për të hullë jashtë, por të ashti kemi dhe një 10% dhe një personazh të kjo 10%-ja, që unë edhe admiroj që ditën e parë që unë e kam parë në parlament, që vazhdon tjetë akoma vetvetja, që është karizmatik sepse bëjnë problemet që ngren. Dhe është i shikueshëm, është i pranueshëm, është i përfshirës në të gjithë debatet që ne bëjmë. Dhe ky është Erion Braçja, nuk mund të jetë njëri tjetër. Mirë se ka ardhur miku im. Megjithëse unë do të godas pak. Shumë faleminderit Gjergj, edhe për vlerësimin që bën. Nuk është thjesht i sotmi, sepse kemi komunikuar vazhdimisht bashkë, edhe unë e çmoj shumë. Veçanërisht kur një vlerësim i tillë ndodh nga një njerëz që gjithë ditën e ditës merret me punë. Po të kishte qenë dikush tjetër, mania fjala bie, domethënë do ta kisha marrë edhe me shaka. Po nga një njerëz që e shpenzon ditën duke punuar, natyrisht më vjen shumë mirë kur i dëgjoj këtë fjalë. Por ama në krahun tjetër nuk mund të bie dakord me pjesën e parë për kufizimin tuaj, që 90% e parlamentit është për të flakur. Jo, unë mendoj që edhe nga ata që janë aktualisht, po edhe nga ata që kanë ardhur, në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë ka djem dhe vajza, gra, burra që mendoj që do bëhen deputet shumë të mirë. Do bëhen deputet shumë të mirë. Kush është metri dhe masa që ose kush janë pikat që Erioni shikon që këta do bëhen debat shumë të mirë. Kush është masa, si shikon këta? Mund mos jenë debatues shumë të mirë, por unë mendoj që do bëhen deputet shumë të mirë. Dhe për mua, jo, dy gjëra ka për mua që të bëhesh një deputet i mirë. E para të bash lidhjen me territorin, me zonën tënde elektorale. Sepse shiko, njerëzit që ty të votojnë dhe njerëzit me cilën ti punon në zonën elektorale janë një element shumë i rëndësishëm që ti të mbetesh njeri në radhë parë, mos bëhesh deputet. Në atë konceptin që ju thatë në hyrje të kësaj bisede. Pra, mos bëhesh deputet, po të mbetesh njeri. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme të thuash të vërtetën pavarësisht pozicionin që ka partia, pozicionin që merr grupi, pozicionin që marrin kryetarët, pozicionin që merr kryeministri, që marrin ministrat e kështu me radhë. E vërteta është një tregues shumë i rëndësishëm i asaj marrëdhënie që ti ke me njerëzit. Nëse ti nuk ke marrëdhënie me njerëzit, vjen në parlament dhe gënjen, pa pikë turpi. Por nëse ti ke marrëdhënie me njerëzit, mendon që prit unë do shkoj prapë atje. Dhe nëse unë gënjej në sallën e parlamentit, ajo pasqyra atje mund të thyet mbi kokën time. Këto janë dy elementë shumë të rëndësishëm nëse ti do të jesh realisht deputet në sallën e parlamentit. Mund mos jesh debatues i mirë. Mund të jesh edhe një legend që hyn në chat GPT atje e kështu me radhë dhe i thua, ama bën një fjalim edhe të duket vetja i burr. Pra elementi i parë është që duhet ruhesh marrëdhëniet me bazën dhe elementi i dytë është të zhvër vërtetën. Elementi i tretë, këto të dyja mua mjaftojnë. Okej, atëherë do të vazhdoj unë. Jo, lutem Lër se ta ndjek këtë debat se nuk janë historinat që bëjmë pyetjet para përgatitur. E para herë unë falenderoj që vlerësoj mua më shumë se sa ju, pra vlerësoj punën dhe faleminderit shumë se e kemi debat shumë të madh këtu. Tashi unë jo, nuk je sof gazetar, po je gazetar shumë i mirë. Tashi edhe shumë i kulturuar, nuk i mendatri. Mu më intereson shumë se mendoj që Erioni bën një shërbim shumë të mirë njerëzve që janë në parlament dhe mund t'ja bëjmë më mirë se gjithkush. Ju thot dy pika, të ruaj marrëdhëniet me bazën dhe e dyta thot vërtetën. Që të ruash marrëdhëniet me bazën, duhet të jesh aq inteligjent dhe duhet të jesh njëri që të kam thonë puna marë, që të kuptosh vërtetën
dhe duke kuptuar të vërtetën, ti lufton për të vërtetën. Eksakt. Jemi në rregull deri këtu. Jemi këtu, jemi. Bukur. Tashti, si ka mundësi? Unë jam i shtrirë në gjithë Shqipërinë. I shikoj të majt dhe të tjath. Nuk po flas për këta djathtët që shpikin për ditë dhe nuk du të merrem me atë partinë time, sepse ajo partia ime ka një ngërë shumë të madh, po do merrem me partinë tuaj. Si ka mundësi se mendoj që partia juaj është e vetmja forcë politike që ka Shqipnia dhe e vetmja forcë që ju do ta çoni në Europë dhe do t'i bëni nderin më të madh këtij vendi dhe du të merrem me ju. Dhe të lutem mos i merr këto kritikat e mia, unë i bëj kritikat që t'rregullohen. Unë i shoh në gjithë Shqipërinë ajo. Janë të njëjtit njerëz në të njëjtat foto, duke u parë me njëri tjetrin, me një kënaqësi, sikur ky vend nuk ka halle fare. Me të njëjtët katunar, që i kanë antar partie i morin qath nga puna, i thonë a mos e kemi mbledhje. Dhe janë të njëjtat portrete të lundura, që nuk tregojnë absolutisht asnjë lloj realiteti. E para, e dyta. Si ka mundësi që unë nuk shoh konflikt në përbashkitë e Shqipërisë? Bashkia është ngërçi më i madh në këtë vend. Si nuk shoh unë asnjë lloj debati midis deputetëve, kryetarëve të bashkisë dhe drejtorave rajonal të bashkive për t'i fyt derën dhe për t'i thonë që ky kanali këtu është i katonarëve është pa ujë. Që ju nuk keni drejt shkoni nga shtëpia kur i pikon çatia. Që ti e ke për shpeshherë dhe ai kryeministri që dum ne e bën shpeshherë. Që ky është një problem social që duhet zgjidh dhe e ka në dorë bashkia. Që ky i sjellsi nuk e çon ujin atje sepse duhet rregullu. Që ky problemi me dritat, hapi një kanal dhe ndërpresin dritat 15 herë në ditë. Tashti. Nuk ka konflikt erion midis deputetëve, sepse nuk kuptojnë problemet. Jo më të luftojnë për problemet, vetëm që të gjithë imitojnë njëri tjetrin dhe dalin në për foto, kaq lumtur, sa njerëzit erion i marrin neveri. Tash ma spjego mu çfarë noll që këta s'kan debate brenda njëri tjetrit, po janë që të gjithë krijesa të lumtura. Këtë nuk e kuptoj unë. Këtë nuk e kuptoj dot. Eksakt. Natyrisht edhe mua më ka bërë përshtypje kjo gjë. Edhe kam përshtypjen që të gjitha ato që ne shohim si imazhe, edhe deputetëve, edhe kolegëve e kështu me radhë, dhe që japin thjesht dhe vetëm shenja optimizmi, ta them se unë nuk dua që edhe ti cënoj në këtë aspekt, sepse jo shumë mirë që ja. Është një element kyç i propagandës. Unë propagandën natyrisht nuk e bëj. Më thënë, e kuptoj, ne i qojnë dhe ne, shiko shpërndaj këtë, bëhe këtë, tjemëra, unë nuk i shpërndaj. Gjëra për cilët nuk jam i bindur që janë ashtu. Kjo është e parë. E dyta, kjo lloj propagande nuk ka vlerë tek njerëzit. Nuk ndikon tek njerëzit. Dhe mua më vjen keq sepse nganjëherë e marrin si model Instagramin tim dhe pastaj ju thonë, mos u bëni si ai. Domethënë është një problem shumë i madh ky. Tani, është shumë e vërtetë ajo që po të shkosh atje, të takosh me njerëzit edhe mëson. Unë, ekonominë e bujqësisë, nuk e mësova në shkollë. E mësova në divjak, e mësova në berat, e mësova në krutje, e mësova në këmishta e këte matan. Unë, ekonominë e blektorisë, nuk e mësova në shkollë. Unë mësova në shkollë bankat. Këtë gjën tjetër e kam mësua atje. Dhe që ta kuptosh bujqësinë, po nuk vajta atje, të ulesh edhe të flasësh me atë bujkun që është në serë, me atë blektorin që është në stallë. Nuk e kupton në botë. Dhe në parlament vjen edhe thuaj që ne kemi bërë shumë mirë, kaq lek, kaq shumë, i kemi rritur me kaq %, i kemi rritur me aq etj. Kjo është propagandë bosh. Dhe kjo i irriton njerëzit. Pse i irriton njerëzit? Sepse ai tjetri që sot merret me lopën dhe prodhon qumshin, dhe në fund ka përballë atij një grumbullus apo një fabrikë që janë mbledh qumshin me 400 lekë. Me 420 lekë të vjetra, 42, 43 lekë. Fillon të bën llogarin. Kjo lopa ime do kaq mis, do kaq bulgur, do kaq soj. Po do dhe këto vaksinat. Po do dhe këtë antimikotikun që në dimër është i domosdoshëm, sepse të del me aflatoksin. Fund fare është gjë. Dhe thot, ky 43 lekë mua nuk më bën.
do m'japësh ti 20% e TVSH-s në qoftë se ai ma pret faturën e tij me radhë, pa ai s'ma pret faturën, se ai ato lek do t'i marrë vet, ai grumbulluesi apo ajo fabrika. Pra zbresëm këtë gjë. Dhe vi në momentin që kjo ekonomia e lopës, mua nuk më vlen. Pse po theren lopës? Sepse ekonomia e lopës nuk del. Iku kjo gjë. Tani ekonominë e bletës brenda serës, unë e kuptova atje. E kuptova në serë brenda. Pash blet gjithandej. Pra e thash, i ke të tuat këto? E ke futur vet? Po, tha. Unë në 1 hektar tha kam 2 koshere. Po sa të kushtojnë kosherët? Në 90.000 lekë. Po të del më lirë kjo? Po më del më lirë se sa pesticidet. Më del më lirë se sa pesticidet, se 90 bëjnë 130. Kurse po të blej, e të filloj spërkatjen brenda e para se marrin produktin. E dyta, sepse bletët bëjnë pjalbimin natyral të kësaj gjë. Pra, duhet të shkosh atje dhe të kuptosh ekonominë e atyre njerëzve dhe të flasësh për hallin. Unë nuk do ta kisha bërë iniciativën për të hequr TVSH-n e bletëve, edhe TVSH-n e insekteve të mira që mbrojnë produktin brenda serës, nëse të kisha shkuar atje. Nuk do ta kisha ditur asnjëherë. Dhe zëri atyre njerëzve do kisha mbritur kurrë në parlament. Nëse ti vazhdon bën ato takimet ku vinë vetëm ata bujq që kanë marrë subvencione. Ata bujq që kanë marrë nga SBR-ja, kanë marrë lekë të me radhë. Këto takimet me njerëzit e lumtur nuk vlejnë. Eksakt. Për mua duhen bërë takime ku ti mëson dhe ndryshon politikat e tua. Eksakt. Dhe unë këtë jam munduar që ta bëj. Kurse elementi tjetër pastaj me bashkit është hall shumë i madh. Bashkit nuk janë punë. Më vjen keq. Hiq përjashton një 2-3 bashki të ca njerëzve që unë i gjej dhe që i shoh, po duke filluar nga Bashkia e Tiranës është e paqeverisur dhe e paqeverishme. E paqeverishme. Çe kushton një bashkie që ta mbajë qytetin pastër? Çe kushton një bashkie ta mbajë qytetin pastër? Të shtojë numrin e koshave. Dhe të përmirësoj shërbimin. Apo të gjejë një zgjidhje tjetër pa kosha fare. Me ditë shkon, blet mbetjet, nuk ka plera në rrugë fare, nuk ka kosha në rrugë. Ta bëjmë bisedë përveç se për kushtimit. Ky është thelbi. Është për kushtimit. E ke marrë një mandat, ai mandati që ke marrë nuk është vanitet më. Se këta e kuptojnë edhe deputetin, se kam ja dy unë atje që thonë ky ngeli ky pas kazanëve të plerave, ngeli ky pas rrugëve me gropa, ngeli ky pas tyre, po s'është deputeti për këtë punë. Po çfarë është deputeti? Deputeti nuk është vanitet më. Deputeti nuk është thjesht një agaj i ri atje matan që i shet mend gjithë dynjas. Jo, deputeti është punë dhe punë territor. I dashur. Tashi unë duhet që të rri tek pika ime. Jam i qartë për të gjitha këto, prandaj Erioni është karizmatik. Tashi ju jeni përballë disa specieve që nuk bëjnë minimumin e gjës. Këta që keni në opozitë. Dhe të bëjnë minimumin që të paktën të mbështesin Shqipërinë që ne të shkojmë atje ku kemi shekuj që e ndrojmë dhe kemi shekuj që kemi deviju. Më fal. Tashti kjo historia e propagandës. Unë menoj që Erion Braçja bën propagandën më të madhe për Partinë Socialiste. Pse e them këtë me bindje? Sepse Erion Braçja bën opozitë, sepse Erion Braçja ngren probleme, sepse Erion Braçja përplaset, dhe Erion Braçja, kur vjen problemi tek partia, Erion Braçja është në rresht i barabartë me gjithë kur partia merr një vendim. Dhe nuk del nga rreshti dhe ka 35 vjet që Erion Braçja nuk del nga rreshti dhe nuk e ka keq kuptuar asnjë njeri oponencën dhe përplasjen e Erion Braçës për të vërtetën, sepse kur vjen problemi tek partia, Erion Braçja është ushtari i parë në rresht, sepse partia është një bashkim vullnetar dhe nëse nuk mbahet rreshti, partia bjen. Të them një gjë. Tashti që ta mbyll, që ta vazhdoj. Këta të ri që ju i keni përgdhel kaq shumë, nuk e kuptojnë. Që ju i keni dhënë kaq shumë, që ju keni fresku partinë me këta të ri, si ka mundësi që në Partinë Socialiste keq kuptojnë meritokracinë, keq kuptojnë pozicionin, dhe sillen në këtë mënyrë që të fyjnë rreshtat e partisë që i kanë besu në mënyrë të pameritume. Këtyne njerëzve që bëjnë gabimin më të madh që në këtë moment që Shqipëria dëshiron të arrijë diku, këto dalin me këtë lloj megalomanizmi katunaresk. Pse?
sepse i keni orientu gabim Erion. Sepse nuk i keni përplas për t'i thonë juve, dilni në fush, dilni në arë, dilni përplasuni me njerëzit, dilni përplasuni me kryetarët e bashkive, sepse kjo është puna juj, por i keni përkdhel Erion. Po të bëj një pyetje, unë se jam kurios të di. Jo, do të lë dhe ty, por nuk të pengoj më. I ma men këta të mjaftit ti, Erion? Po. Mjaftin, unë e kam shtet shpirtënisht se ishin njoni më i bukur se tjetri. I ma men këta të jave. Tashti më thuj ti mu me pasion të ri, me ëndra. Tashti, ku janë këta të mjaftit, Erion? Se unë nuk i kuptoj, dhe kush kam bet, se besoj se kam bet mo kërkush nga këta të mjaftit, i atakum tek Maznikun e ka pru në Elbasan edhe e ka marrun dorë, e ka marrun dorë Maznikun i funit i Mojkanëve. Po tjerët ku janë? Ma speku ku janë tjerët? Shiko, unë do i marrë me radha ato që... Po, mi me, nuk flasë mo, po nuk gojën vazhdo ble. Unë, e para gjë që dua të them është që unë jam investimi i Partisë Socialiste. Dhe me thënë drejtën, deri në fund jetës time, unë do t'jem deficitar raport me Partinë Socialiste, për mbi gjitha me socialiste. Dhe pse? Sepse, për 30 vjetë më kanë bërë nderë, më kanë votuar. Për mbi gjitha, më kanë dhënë një punë që është më e lehtë se sa puna që ata vetë bëjnë në çdo pozicion të tyre. Në biznes, apo edhe në publik, se atje në fshat po e pojnë. Punë më të mirë, punë më të lehtë se sa punën e bujkut dhe të blektorit, ma kanë dhënë. Më kanë dhënë një rrogë që ka qenë gjithmonë më e madhe se sa rroga që ata marrin nga puna e tyre. Unë kam bërë ç'është e mundur që të ndikoja para që liron nga takset, dhe e dyta, puna e tyre të vlerësohet më mirë. A ka mjaftuar kjo? Jo, nuk ka mjaftuar, sepse unë mendoj që sot ka profesione, siç është edhe i bujqësisë, edhe i blektorisë, apo edhe i peshkimit e kështu me radhë, që janë më pak të paguara se sa puna ime. Që ta themi gjën siç është. Dhe, me thënë drejtën deri në fund, unë do jem ky deficitar raport me Partinë Socialiste, me socialistët dhe me gjithë ata të tjerë që janë bërë bashkë, edhe më kanë votuar dhe më kanë dhënë mandat. Kjo është e para. A duhet ta mendoj kështu çdo deputet? Unë mendoj që e ka detyrë ta mendoj kështu. E ka detyrë ta mendoj kështu. Nëse mendon, apo shkon, unë e kam merituar që t'jem deputeti e kështu me radhë. Një gjë shumë interesante. E lexova dje. Nga një prej kontributorëve më të mëdhenj në CDU, CSU, ministri i financave, po edhe një burr me shumë përvojë atje. Nuk jeton më, deri pak vite më përpara ishte brenda qeverisë së kancelares Merkel, dhe i thanë ti s'u bëre asnjëherë kryeministër. Gjermania tha që pas luftës së këtej, 8 kishte sa kryeministra, unë nuk mendoj që kam qenë në lartësinë e atyre 8 burrave e grave që kanë drejtuar Gjermani. Pra, në qoftë se veten e shikon si, ku diun, më i miri i mundshëm. Sa më bosh ti është aq më shumë vleri e vetes. Në qoftë se mendon veten të tillë, mendon veten që unë tani jam deputeti, jam agaj asaj zone atje apo asaj zone atje më tan, apo kam një votë në dorë, të cilën do ta përdor unë siç dua, në funksion të menduarit të deputetit si biznes, jo si përfaqësuesi atyre njerëzve atje, përfundon keq. Natyrisht, e mbyll me një mandat, apo mund ta mbyllësh edhe më herët se sa një mandat. Dhe kjo vlen për të gjithë. Në krahun tjetër, kur unë hy në rreshtin e Partisë Socialiste, hy me një ide shumë të qartë. Kam luftuar, kam bërë betejë për bindjen time, por shumica ka menduar kështu. Dhe kur shumica mendon kështu, duhet shikoj unë çfarë bëra gabim. Dhe çfarë më mungoi që unë nuk e binda dot shumicën që të vinte tek qëndrimi im. Pavarësisht se qëndrimi im mund të ketë qenë shumë i drejtë. Po ama në krahun tjetër, mendoj dhe tjetrën, që kjo vota e imja që do mungoj ke shumica, do të bëjë që ky instrumenti që unë kam, që është Partia Socialiste e Shqipërisë, për të bërë politik, do dëmtohet, do dobësohet, mund edhe të mos ekzistojë më fare. Pra, unë e para gjë është mirënjohja ndaj kësaj partie, dhe në krahun tjetër është edhe një element shumë i rëndësishëm. Më duhet mua ky instrument apo unë duhet marr varene të bie këtij instrumenti? Jo, unë mendoj që ky instrument mua më vlen. Kush e mendon veten si instrument
që bën gjithçka vetë atje mra ka gabim. Unë pak të shumicën, dhe pak të instrumentin që ka qenë Partia Socialiste nuk do isha ky që jam. Nuk do isha ky që jam. Dhe në krahun tjetër pastaj e fundit gjë që vlen është që shiko, këto partit kanë rresht, po rreshti pa debat brenda vetes nuk funksionon. Nuk funksionon. Sepse rreshti mund shkojë edhe në një drejtim gabuar. Dhe ne e kemi parë. Çfarë ndodhi nga 45-a e këtej me rreshtin. Ashtu siç mund ta kemi parë rreshtin edhe në një dimension tjetër, rreshtin e fashizmit, nazizmit, e kështu me radhë se si u deformuan rreshta. Pra rreshti deformohet. Ja një sekond. Rreshti deformohet. Mos pasura e demokracisë për diskutuar në grupit. Deformohet. Dakor, tash. E di si mendoj që do të jesh i fortë. Mos ti bëj monologje, ti bëj dialogje. Do të jesh i fortë, jepi liri rreshtit. Jam dakord. Jepi liri. Jam dakord. Dhe do ta kesh me vetë. Jam dakord. E fundit gjë që dua të them se më bëri shumë përshtypje ajo që tha. Shiko, Partia Socialiste e ka projekt politik Europën. Dhe gjithë secili nga ne, pavarësisht unë jam pjesë e partisë politike, edhe vllap gjithë ditën, lep gjithë ditën, vrapoj gjithë ditën për këtë projekt që keni ju. Se e du këtë projekt që keni ju. Një sekond. Do me thënë, cili do nga ne, duhet ta mendoj edhe këtë, që ky projekti politik na përfshin ne gjithë, përfshin gjithë të vend, e të mëra përfshin njerëz të tjerë të mëra, ama, për te këtij projekti politik, ajo që është qeverisja e brendshme, në nivel vendor, në nivel qendror, që ka të bëjë drejt për drejt me njerëzit, duhet të jetë shumë më tepër në punë, është shumë ngadalë, dhe është larg njerëzve. A kuptoni që ky projekti politik mund të kërcënohet nga lloj-lloj instrumentash të tjerë politik në momentin që ti humb mbështetjen e atyre njerëzve dhe është shumë e rëndësishme që të shkojmë paralel projekti politik për Europën që duhet përmirësoj jetën e këtyre njerëzve që janë aty. Erion, jam dakord me gjitha këto. Tash problemi është të bëjmë çik dialog e të bëjmë çik debat. Në mandatin po flasim ta mbaroj unë këtë histori. Bashkë me Sali Berishën është deputeti më i vjetë i parlamentit. Po, more mos na bashkove kështu, mos na the, po tash na le të vazhdojmë këtë debat herë, mos bëj pyetje. Po ti bëj pyetje, po mos dil nga konteksti. Mos dil nga konteksti. O vllai dashur, më fal, kërkoj ndjes 100 herë. Tash unë s'du të miki drejtimi që i dham bisedës, tash kalo te Sali Berisha. Na le rahat Sali Berisha, nëse jemi këtu, jemi për ti, o zotnin e rum. Po flasim për rresht. Ju jeni njeriu që gjithë jetën ke qenë në opozit dhe gjithë jetën ke qenë rresht. Tash je shumë partije. Pra ne. Tash më shpjego mu qa noll me këta që ne kemi fjalë të urtë në Shqipëri. Një herë të na zbresësh nga kali, ne ja fusim shkelm gjithë mirave që ke bo. Unë menoj që njerëzit kur hynë një parti, din të disiplinohen. Unë mendoj që njerëzit kur hynë një parti, janë shkalla më e lartë e shoqënisë, që minimalisht janë njerëz që din pozicionin e vetë ku janë në raport me të gjithë ata që i rrethojnë. Po ç'është me këta njerëz që mendojnë që ka shumë vlera, sa kur ti, se unë ju shoh juve, ju hypni, zbrisni nga kali, kali i pushtetit flas, që të kesh pozicione më të mira. Tash ti, si ka mundësi që këta njerëz i ul këtu dhe ta fusin shkelm, si është puna, ma spjego. Gjergj. Se nuk e kuptoj, jam i trash. Shiko. Është mos mirënjohje, është origjina. Janë lumpen, vinë nga lumi dhe thonë vetëm përmenç 5 fjalë bukra. Nuk merren me thelbin, nuk përfaqësojnë vetëm dhe Partisë Socialiste. Si është problemi, se kuptoj? Shiko, që brenda partive politike ka dhe karrierat pa merituara, kjo është më se e qartë. Dhe që në këtë partinë time, në harkun e 12-13 viteve në pushtet, ka dhe njerëz që s'kanë merituar të jenë aty ku janë, kjo është evident. Po kanë ikë. Po një sekond. A e keni hekjo? Po prit më një sekond. Pra, karrierat e pamerituara dhe pastaj ai deliri për cilin unë fola pak më herët, të bëjnë ta mendosh veten jo vetëm mbi të tjerët, po ta mendosh veten edhe mbi interesin e përbashkët të gjës. Dhe ky është një problem shumë i madh me politikanët në Shqipëri.
është problem shumë i madh. Shiko, ti je modest. Nuk do të thotë që je i nënvlerësuar. Jo, fare. Ti je modest, është një vlerë shumë e madhe. Unë dua të Barcelonën, ishit edhe ju pak më përpara, sepse sa herë shkoj atje, shikoj njerëz që flasin në zë ulët. Shikoj njerëz që shikojnë punën e tyre. Shikoj njerëz të dashur, mikpritës, etj. Dhe nganjëherë kam hyrë dhe kam kontrolluar, ore ç'është ai që pash atje, ose jam detyruar të pyes kamerën kush është. Thot, është deputet i Katalonjës. Pra i rajonit Katalonjës. Pastaj është deputet në Madrid. Dhe i shikon, isha në Barcelonë, kam qenë në Camp Nou. Dhe me demek ne ishim në zonën VIP të Camp Nou. Ndërkohë ishim përballë asaj që ishte realisht, ne konsiderojmë zonën VIP ku ri presidenti, ri ministrat e tjera. Po një unazë tërë e Camp Nou ishte zona VIP. Ata ishin njerëz krejt normal. Njerëz modest. Dhe që nga ajo periudhë, e kam menduar dhe vazhdoj ta them, këta janë modestët e mëdhenj. Ti je modest i madh, është vlerë. Dhe këtë duhet kuptoj cili do që merret në politikë, apo që ka në dorë fatet e njerëzve, apo ka në dorë vendimarrjen. Apo në një periudhë të caktuar e shikon veten nga këtu lart në një nivel që unë mendoj që jam lart. E mendoj që jam deputet atje dhe mendoj që jam i rëndësishëm pse kam mundësinë për të folur, kam mundësinë për të debatuar, kam mundësinë për të propozuar, po kam gjej salla plot me njerëz atje dhe që ata vinë atje edhe për të më dëgjuar mua, ta bëjnë edhe mua respektin atje, dhe në fund fare kam edhe një votë, që është shumë e rëndësishme. Nëse dita përdorësh në funksion të njerëzve. Tani se nuk jem atë nivelin e minjë, s'kam humbur asnjë gjë që jam zëvendës kryeminist. E mendova veten që nuk fitova asnjë gjë, nuk më rrit shtati në momentin që u bëra zëvendës kryeminist, dhe në momentin që ika prandaj, ika vet. Ne kemi miq të përbashkët që mund ta dëshmojnë këtë gjë, ika vet dhe nuk humba asnjë gjë. Nuk njerëzit më pan po njësoj, njerëzit më respektuan po prap njësoj, po prap hyran për sera, po prap hyran për stalla, po prap hyran për gropa, po prap hyran për kanale, po prap hyra edhe poshtë urave për t'i parë, qëndrojnë, nuk qëndrojnë, funksionojnë apo nuk funksionojnë, ç'do të thënë kjo gjë. Pra, thelbi është kjo gjëja do të thotë që baza jote është formimi jot. Është edukata jote, është kultura jote. Kjo është historia. Dhe tek kultura e gjithë secilit nga ne. Pra ne thash origjina, nga vijnë këta. Një sekond. Jo vetëm origjina familjare, po edhe origjina brenda partisë politike. Unë nuk e kam nisur deputet. Tu të kam pas vëzë kryeministër, ke fol me mu, më falë, e taku në durës e mame, ke fol me mu i soj, ishte vëzë kryeministër, lutë se që abore e i thash Erion, po dilë që ka peshkimi, kishë shku me kontrolu këtë dogan. Kush e pagoj biletën VIP në kamerë? Ore, një sekund të mbaroj, një sekund, se si ishte VIP fare, ishim tëftuar. Ti the isha VIP. Ishim tëftuar, po aty kuptoha që si isha VIP. Sepse standardi në Barcelonë i VIP-llogut ishte normaliteti. Nuk ishte VIP-llogu vetur. Nuk djeg bisede. I ka pyetje në kokë. Nuk djeg bisede. Djeg bisede. Një sekondë. I vetmi budalla atje më tan, ishte një italian atje që kishte ardhur me kostume kollar për parë Juventusin. Ishte vesh me kostume kollare se dinte që ishte në zonën VIP. Jo, më ishte zona VIP fare. Atje normaliteti ishte VIP-llogu. Ja kaq që thjesht ishte, por po thonë një gjë. Varet nga kultura që ke marrë brenda Partisë Socialiste apo kultura që ke marrë në Partinë Socialiste. Shiko, ato karrierat e pamerituara lidhen eksaktësisht me këtë gjë. Nëse ti ke hyrë në PS dhe je bërë deputet, ke hyrë në PS dhe je bërë ministër për një herë, etj me radhë, natyrisht nuk e kupton çfarë unë po them. Unë kam nisur duke shkruar parolën për mura e duke ngjitur flet palose, duke ngjitur postera e kështu në përmura. Edhe kam marrë gradualisht nga organizata në organizatë në fresh, e kështu me radhë derisa partia mendoi që unë mund ta përfaqësoja si kandidat për deputet. Dhe pastaj me radhë, vit për vit, çdo palëzjedhje e kështu me radhë. Tani, të vish nga diku, e të bëhesh më një herë deputet, apo të vish nga diku, e të bëhesh pa u bërë deputet, bëhesh ministër më një herë. A të bësh zëvendës ministër, a të bësh drejtor, e kështu me radhë,
është një kapërcim shumë i madh që të çon në një gjendje alucinante, ku vetja të duket shumë e madh, vetja të duket shumë e rëndësishme, dhe kështu me radhë. Kjo gjë nuk vlen. Tani të vish nga hiqje, të bësh drejtor, të kesh në varësi njerëz. Ju e dini fare mirë se çfarë do të thotë të drejtosh njerëz, të drejtosh punëtor. Mos kesh punuar asnjë ditë, bësh drejtor dhe të fillosh atë kapardisë. Jo, të bullizosh ata që vinë përgatit nga poshtë. Dhe të përdorësh gjithë masën që ke në varësinë tënde në funksion të mirave të tua, edhe materiale, kjo është rënd. Tani nga drejtori të vish edhe të hysh edhe brenda Partisë Socialiste dhe të bësh drejtorin brenda Partisë Socialiste, kjo është ajo që unë kam thënë që në këto rajonet që janë edhe më të vogla se sa Tirana, se Tirana është shumë e madhe, bien edhe më shumë sy. Jo, unë kam përshtypjen që ju nuk krijuar kasta. Ju pse nuk lejoni kur që të kaluj njëri drejtorit? Se unë s'menoj kur që Erion Braçe i mund t'ja luj kush drejtorit. Ta luj kush, se s'malujnë mu. Një sekund, po them. Ja luj njerëz me pa personalitet, po jo ju. Kjo kasta, jo, është e përgjithshme. Janë bërë të tillë, unë po e vuaj tani në Tiranë. Erion, të lutem, më ndër lër të flas vetëm një fjalë. Vetëm një fjalë, thuaj atë, po vetëm një fjalë po të them. Unë ze ben zot. Unë nuk menoj kur dot që një njeri si Erion Braçe mundet kushti luj drejtorin. Unë po them, unë s'jam kërkushi. Unë jam një simpatizant. Unë jam një simpatizant i frymës të Edramës. Fati im që kam pas shok Gramozin, dashamir jo shok, se shok është fjalë e madhe, kam pas shok Qorrin Fatos Nanën dhe kam dashamir Erionin që kam këtu përballë. Dhe po të garantojnë dhe po të bëj ben zot. Nuk ma lu mu kush drejtor dhiku, se i mes në dorë. I mes në dorë! Se mbytën drejtor dhiku, një i kam drejtim pa ditur ato vite. Tashti varet kush e pranon këtë punë i dashur Erion. Se unë nuk menoj, se është kështu fiks 100%. Gjergj, tani, këto kastat e drejtorëve kanë kristalizuar një shtresë që konsiderohet drejtorokraci sot. Një sekond. Dhe që buron nga ajo që konsiderohet ministrokraci. Mua më vjen keq, po edhe në këtë qeveri, edhe në mëparshme, edhe në ato ku unë bëja pjesë, kishe ministra që atë kush e ka fajin për drejtorët e bashkisë? Kush e ka fajin për drejtorët e bashkisë? Më lër ta mbaroj se të humbim fillin. Kishte pra, edhe ka ministra që atë sektorin që kanë marrë përsipër ta drejtojnë politikisht, jo ekonomikisht, politikisht, ta kthejnë në një administrim personal, privat. Edhe në emërimin e drejtuesve, jashtë meritës, po edhe në drejtimin e gjithë sektorit. Dhe siç sillen ata, sillen edhe drejtorët. Siç sillen ata me drejtorët, sillen drejtorët me ata që kanë nën to. Siç abuzojnë ata, abuzojnë edhe drejtorët poshtë. Natyrisht që ky është një problem i madh dhe këtë duhet ta sjellim në evidencë. Pse ka kurajo drejtori të më thot mua, boll tani deputet ti. Pse ka kurajo drejtorit më thot mua këtë? Sepse se ja thot një deputeti që të themi bisedë fillimit që është pa personalitet. Se t'ja u thot ju i mes tindori, jo. Kupton? Shikoj, Gjergj, unë edhe jam përballë me ta. Jam përballë me drejtorët, jam përballë me ministrat. Por në momentin që unë shikoj që nuk ka reflektim. Por kush e shef këtë arrogancë? Unë jam biznes, unë nuk e shoh këtë arrogancë. Unë nuk e shoh. Por valla unë nuk e shoh, shkoj çdo zyrë nuk e shoh. Po me ty jo. Me ty jo. Unë e shoh. Siç e shohin dhe kolegët mi. Siç e shohin edhe njerëz. Siç e shohin edhe njerëz. Tani, të vim ke niveli i bashkisë. E njëjta gjë është edhe në bashki sot. Po pse unë e kam të lehtë. Po më fal. Po ti që pakin. Është niveli kryetarëve. Edhe i kryetarëve, edhe i kryetarëve dhe i drejtorëve. Tani unë e shoh vet. Tani unë e kam të lehtë që të dal atje me celular në dorë e të them o drejtor, hajde këtu hiqi këto mbetjet inerta. Po. Pse se s'më përgjigjet telefon. Se ti nuk e bën atë, se edhe unë nuk kam nerva mo ta bëj ditë për ditë. Jam dakord. Po nuk e bën atë punë në mënyrë sistematike. Sepse po e përsëris edhe një herë. I është dhënë një fuqi këtyre njerëzve. E pa merituar. Nga kush? E pa merituar. Ja keni dhënë ju? Nga ju ja keni dhënë. Ore unë që jam deputet këtu, atje ma tanë, e kështu me radhë. Ja ka dhënë kryetari i bashkisë. Ja ka dhënë kryetari i bashkisë, ja ka dhënë një tjetër edhe më lart se sa ai, po ministri ja ka dhënë drejtorit. E kështu me radhë. Jo, nuk shkon kjo gjë. Sepse unë nuk kam interes timin personal. Unë kam interes të atij komuniteti. Dhe përballë atij komuniteti unë s'vë asgjë. Ja kam thënë disa ministrave kanë ardhur
E fundit ishte një kolege ministër që s'është më. Më tha, ku të ngeli hatri me mua? Ku të ngeli hatri me mua? Të njerëzit. Pse u prishëm bashkë? U prishëm bashkë, i thash, për një gjë që për mua është shumë e shtrenjtë. Që buron drejt për drejt nga ata njerëz atje. TVSH-ja në sektorin e bujqësisë nuk është betejë ime personale, është betejë atyre njerëzve me të përditshmën e tyre, me punën e tyre, me punën. E kanë kriju vetë punën ata, s'e kemi dhënë ne. Pra TVSH-ja në bujqësi ishte një çështje që nuk ishte sfidë personale e Erion Braçës. As me Shkëlqim Thanin që e bëri, e rregulloi, as me Arben Ahmetain që e mori e hoqi, dhe as me secilin nga ministrat që vazhdon me që kjo nuk bëhet. Mos pa përmend Ben Ahmetin e ke pas koleg. Veç edhe mos pa përmend se do t'jap unë ja dy shembull. I solla në logjikën e gjës. Dhe logjika e gjës kjo është, me mua prishesh kur prishesh me ata njerëz që më kanë votuar mua. Nuk prishesh pra si gjë tjetër. Përveç se kur më cënon marrëdhënien me ata njerëz. Unë nuk kam biznes timin. Unë biznes kam, ta quajmë kështu, biznes. Të themi biznes, kam marrëdhënie me njerëz. Okej, të kërkoj falje shumë që të ndërhyra 2 herë pa i bërë pyetje, vazhdo. Vetëm të lutem na kthe edhe një herë te skema bujqësisë, e skema naftës më brapa. Do të them, po kemi pak sa aktual. Kur u largove nga zvendës kryeministër. Po. As nuk sulmove në Facebook, as partin, as qeverin, as nuk kërkove të bëje opozitari brenda radhëve të tua, po mbajte të njëjtën linjë që ke mbajtur gjithë të kohën politik. Çfarë ndodh? Ku doja bëja atë gjë? Çfarë ndodh? Të bëj pyetje. Të bëj pyetje. Çfarë ndodh me kolegët e tu të rinj që sa largojnë nga një pozicion ministror? Një sekond, revoltohen dhe postojnë në Facebook. Një sekond. Mbase është rast specifik, nuk di ta them, po një ditë korriku të 2021-shit i shkruajta kryeministrit e thash duhet të takoj po në zyrë jam, vajta në zyrë, ulëm bashkërisht aty, ishte edhe një zonjë që e mbajta unë aty, sepse doja që ta dëgjonte gjithë bisedën, që ta dëgjonte gjithë bisedën dhe i kam thënë. Rezultati i 2021-shit në qarkun e Fierit nuk është ai që ti prisje, nuk është rezultati për cilin unë luftova dhe nuk është rezultati që unë marr. Unë mbaj përgjegjësi pikërisht për atë rezultat. Jo s'ke punë ti. Jo kam punë unë, thash. Sepse i parë një listën e Fierit, nuk ishte Gramozruçi, isha unë. Gramozruçi ishte drejtuesi politik. Dhe sa kohë që unë isha i pari, përgjegjësinë e parë, dhe marr unë, një e para. E dyta që është akoma më e rëndësishme, unë jam zëvendës kryeministri yt. Dhe kur zëvendës kryeministri yt shkon dhe humb një mandat deputeti në qarkun e Fierit, do mbaj përgjegjësi unë, do mbash përgjegjësi ti. Unë do mbaj. Lëre këtë muhabet se zgjedhjet kemi fituar, mos u merrem me këtë gjë. Jo, thash, kjo është e para. E dyta ishte një çështje shumë e nxehtë në atë moment dhe i kam thënë shumë qartë, nuk jam unë ky që po shkruan Gazeta Panorama. E di shumë mirë. A e di shumë mirë? Okej, rregull. Po këtë po e bën një ministër këtu brenda qeverisë tënde, edhe ti mes bashkë. Këtë histori. Dhe unë nuk mund ta përballoj që një kolegu im të më sulmoj nga brenda qeverisë. U bën 2. E treta i thash që është shumë e rëndësishme. Unë e shikoj se çfarë ndodh, e shikoj pse po sulmohen dhe zgjidh hall me këta të tjerë që ke. Unë në shtator bëj llogarit pa mua, zëvendës kryeministër. Thënë të gjitha këto, nuk kisha asnjë arsye pse unë do dilja e tema tanë dhe të gjuaja me gur tema tanë. S'kisha asnjë arsye. Isha shumë i qartë dhe shumë i kthjellët. Dhe unë mendoj që këtë marrëdhënie me kryeministrin dhe me kryetarin e partisë duhet ta ketë kushdo nga ne. Duhet shkojë të thotë në sy që është kjo gjëja. Unë jam ky, marr këtë përgjegjësi. Sa ajo braçe ka. Dhe ri në këtë pikë. Mos e di të pyetin ndime çfarë po ndodh me Elisën Spiropalin sot. A do ket fatin e benëve të partisë? Jo, më vjen keq mua mos më kërko të gjykoj kolegët e mi. Këtë gjë unë nuk e bëj. Po ti shjuhesh për dhënien e opinionit. Po jo për ajo, jo për njerëz. Për çështje po flas, për parime po flas gjithë ditën. Për njerëz nuk komentoj. Ka një lidhje miqësore të fortë dhe s'do që të. Jo, më kam kolege. Njësoj siç kam kolege edhe të tjerë njerëz brenda Partisë Socialiste. Por po them, kjo pikë në këtë pikë unë nuk gjykoj njerëzit. Unë gjykoj parimet, gjykoj çështjet. A ke ndonjë këshill për Elisën në këto momente si politikan me karrierë, me i vjetër brenda PS-s, njëri që e njeh partinë në themele? Varet ama pranon këshillën apo jo. Unë nuk jap këshilla për njerëz. Ti bëj detyrën siç ke bërë. Jo, një sekond. Unë nuk jap këshilla nga pozicionet e atij që ka një karrierë të gjatë në Partinë Socialiste, ka shumë kohë, ka një periudhë shumë gjatë në raport me karrierën tënde. Po jo, unë nga pozitat e tilla nuk jap mend kërkujt.
Nëse duan të më dëgjojnë, okay. Unë mendoj që Partia Socialiste ka hapësirë bollë për t'i thënë gjërat aty brenda. Dhe në momentin që ti mendon që ke të drejtë të luftosh aty brenda. Luftohet aty brenda. Unë nuk mendoj që Partia Socialiste ka luksin e thyrjes, e thyrjes e krisjes, quni çfarë të doni, nuk e ka këtë luks tani. Por nuk e ka Shqipëria, se s'ka parti tjetër. Ja një sekond, sepse nuk e ka Shqipëria. Ka një projekt politik të cilin duhet ta çojë deri në fund. Dhe ka investuar energji, burime njerëzore, njerëz, jo vetëm si Parti Socialiste, por edhe si shoqëri në këtë projekt politik, që është bashkimi me Europën. E para, e dyta, edhe në krahun tjetër, Partia Socialiste nuk e ka luksin për jashtë lëkëm. Për çfarë? Për opinione, për të këmbyer opinione, për të këmbyer mendime brenda saj pa aty. Shiko, unë kam mësuar një gjë shumë të madhe nga Fatosnana. Fatosnana nuk merrte vendime me votë. Asnjëherë në kryesitë Partisë Socialiste. Kanë vazhduar mbledhjet sa unë që isha gazetari, edhe antari kryesisë, po edhe gazetari plasja. Po vazhdonin mbledhjet 8 orë, 9 orë, 10 orë, derisa e gjithë tavolina binte në një mendim. Binde në një mendim. Tani gjithë kolegët e mi që kanë një mendim ndryshe, që kanë një të vërtetë të tyre, duan ta thonë atë gjën, jemi aty në. Shkojmë, flasim, diskutojmë, ama nga jo sallë duhet të dalim të gjithë me të njëjtin mendim. Pastaj historia të ngrem dorën atje. Këto ritritet vazhdoni bëni akoma apo si bëni më? Jo bën këto mbledhjet, Po ritritet janë për plas mendimet, e bëni më. Shiko, Gjergj, bën këto mbledhjet e grupit parlamentar me qeveri. Që me thënë të drejtën, po mos flasin 3-4 njerëz, mund të jenë një shpërdorim shumë i madh kohe. Shpërdorim shumë i madh kohe. Sepse unë mendoj që mbledhjet bëhen për të folur, jo për të mbajtur tu brenda. Është kollaj të mbash tu brenda dhe pastaj dil atje edhe nxirre gjën. Unë mendoj që jemi aq miq me njëri tjetrin. Mund mos jemi dhe miq fare, unë për shembull jam miq me një pjesë njerëzve. Na ndajnë shumë gjëra. Po jemi brenda një shumicë ku secili ka detyrën të durojë tjetrin. Ta durojë tjetrin. Po mbi të gjitha, secili ka detyrën t'ia thotë tjetrin. Bashkim vullnetar. T'ia thot tjetrit në sy. T'ia thot aty. Unë nuk e kam problem t'i them ministrit bujqësisë që kjo gjëja nuk shkon. Nuk e kam problem fare t'i them ministrit infrastrukturës që kjo gjëja me atë pallatin atje dhe me disa procese që lidhen me atë pallatin atje që u dojnë nuk shkon. Nuk kam problem fare t'i them ministrit të pushtetit vendor që këto bashkit nuk po funksionojnë në respekt të shërbimeve që janë jetësore për qytetar, po edhe për çështje që janë çështje që ne duhet na dallojnë. Edhe si të majtë. Mirë, si ka Orion, fjala bie që është mbrojtja e kafshëve. Okej, vazhdoj të bëj pyetje. Kjo gjë duhet zhvillohet atje brenda. Duhet zhvillohet brenda. I dashur të kuptova. Tash si ka mundësi më shpjego diçka. Ju keni bërë një reformë që ka qenë një kosto shumë e madhe për ju, po ka qenë reformë për Shqipërinë dhe reformë që Komuniteti Evropian dhe gjithë bota të shofi që këtu nuk ka njerëz të pandëshkueshëm. Po. Tash unë shoh diçka aty te ju. Që? Shumë të ndyrë, shumë të poshtër. Dhe shumë cinike, fal. E shoh mrena rradhëve tuaja. Si ka mundësi që merret një antar, se the fjalë të madhe tash dhe marr shkas nga fjala juaj që unë nuk jam dakord me gjysmat, dhe jam i detyruar sepse jemi një komunitet, një bashkim vullnetar, që unë t'i dëgjoj, t'i respektoj sepse jemi të gjithë bashkë. Tash më shpjego mu, ku ta çoj unë orgazmën e këtij llumi që ti i ke koleg ose jeni në një organizat, kur dënojnë Gjergj Lucën, dhe këta kalojnë në orgazm që e hongri ky pler, o sot rinë fërkojnë krahët, këto lobe të ndyra që keni mes njëri tjetrit, për t'ja qihin nënën njëri tjetrit ju, si ka mundësi të kujti mu, që kaloni ju në orgazm, ju rrjedh jarga, se shikoni tjetrin që e mori spaku. Kjo është merr, kjo është dyrsillik. Shiko, unë e para për flasë për vete njërë, e para unë nuk zonë kur, do më thëmë për një njeri që ta shohë në... E dim këtë pjesë. Unë po them si ka mundësi që ke njerëz stil.
E dyta gjë, nuk është absolute kjo gjë që ky konkluzioni që ju O i dashur, populli jam dakord, po një minutë, se kom hanë mos bësh gabime me të vërtetën. Populli nuk janë budallë. Kur shohin Erionin mas hekrave, e kanë dash njerëzit Erionin, kur shohin njerëzit që qënë jargët se hongri Erioni, kur shohin Belën, një zonjë grua që mund të ketë bërë halle mund të ketë halle ndryshme. Kur 20% e Partisë Socialiste është në fest. O Gjergj, ti ndajmë një dy gjëra. E para mbi të gjitha, në raport me reformën drejtësi, ne kemi votuar vetë që politikani, i zgjedhuri, i mandatuari, edhe pa vot, po i mandatuari për drejtor, për ku diun, ka plot funksione zëvendës ministra, kështu me radhë që marrin një emërim. E të më radhë të kontrollohen, pra të jenë të kontrollueshëm në aktivitetin e tyre, qoftë politik, qoftë ekzekutiv, dhe natyrisht o llogaridhënës, qoftë në nivelin parlamentar, qoftë në nivelin ekzekutiv, atyre instrumentave që kërkojnë llogari brenda këtyre trupave, por qoftë llogaridhënës dhe mbajtës përgjegjësisht edhe përpara organeve drejtësisë. Shqipëria e ka vuajtur shumë këtë gjë, janë vrarë njerëz, se thonë vazhdimisht, flasin vazhdimisht tani për korrupsionin e me radhë, dhe thonë, shiko sa korrupsion ka e kështu me radhë. Po, ka korrupsion. Ka korrupsion. Dhe unë shkoj dhe më tutje, është kthyer edhe në kulturë korrupsioni në këtë vend, për zgjidhur një hall. Ka qenë. E kështu me një sekond, të lutem. Por, nuk duhet të harrojmë që korrupsioni ka qenë i përgjakshëm në këtë vend. Janë vrarë 26 veta atje në Gërdec dhe nuk ishte aferë teknike që ndodhi aty etj. Jo, ka qenë aferë e pastër korrupsion për para. U vra një njeri atje që ishte dëshmitar i kësaj afere. Dhe u vra për para, edhe ai. Tani në 21 janar janë vrarë njerëz dhe për çfarë u vran? U vran se dolin protestonin kundër apo të jepnin zë një afere korruptive që nuk po jepte njeri zë. A mos se do të shfrytëzoj me pyetje. Ja, një sekond, dhe në këtë koncept korrupsioni ka qenë i përgjakshëm. Tani është i ndëshkueshëm. Atëherë ka qenë i përgjakshëm dhe i pahetueshëm, i pagjykueshëm dhe i pandëshkueshëm. Tani korrupsioni nuk është i përgjakshëm, po është i hetueshëm, i gjykueshëm dhe i ndëshkueshëm. Pra, në këtë aspekt, mos ma shiko si gëzim faktin që apo si tradhti, apo si shitje, që disa edhe prej nesh po përgjigjen para organeve të drejtësisë. Ama në krahun tjetër është e shpifur që secili prej nesh të gëzohet që heqi nga fusha një njeri që mund ta ketë pas mik, mund mos ta ketë pasur mik, mund ta ketë pasur konkurrent, mund ta ketë pasur edhe koleg krau, e kështu me radhë. Kjo është e shpifur, ke të drejtë në këtë aspekt. Kjo është e shpifur, po nuk është kjo dominante në Partinë Socialiste. Mos i ngatrojmë socialistët me këtë gjë. Është dominante në radhën e ofiqarëve të Partisë Socialiste. Është dominante këtë gjë. Një sekond. E ule tjetri nga kali, filloi tu Irak. Po një sekond. Tu Irak kalit. Po një sekond. Nuk është dominante. Dhe duhet ta kuptojmë këtë gjë. Duhet kuptojmë edhe qëllimet e gjithë secilit. Shiko, kur ke një karrierë të pamerituar, gjykohesh keq nga jashtë dhe gjykohesh akoma më keq kur ndodh kjo për të cilën ti flet. Po ama, aty brenda duhet marrë gjëja racionale. Ne duhet jemi tolerant me njëri tjetrin. Gjergj, edhe aty brenda Partisë Socialiste. Duhet marrim atë që është racionale në atë që është kritik, në atë që është poshtërsi, po patjetër, poshtërsia le të ngelet atje në cep. Po ajo që është racionale, dhe unë kam gjetur racionale në këtë periudhë, atë fenomenin që thash, personalizimit pushtetit të ministrokracisë, të drejtorokracisë. Sepse nuk është racionale në raport me secilin prej nesh, që ndjehet më pak në raport me këta që e kanë pushtetin, e kanë grumbulluar pushtetin, po është racionale në kuptimin të demokracisë. Unë nuk konkurroj dot me një ministër që ka në dispozicion burime njerëzore, financiare, e kështu me radhë. Është një ka grumbulluar pushtet shumë. Nuk jam dakord. Po unë po them çfarë ndodh. Jo, nuk është ashtu. Po unë kam pasur. Unë po them çfarë dëgjoj, o vllai dashur. Unë kam pasur. O vllai dashur. O vllai dashur. Unë kam thonë o vllai dashur. Unë kam thonë miqve të mi në Tiranë, ti e di që unë kom jetu, jam rrit në lagje që ti ke konkuru.
Dhe duke pi kafe, kom dalë 2-3 masdite, i kom thonë, Allah, ku jeni, kom bo detyrën time, se ju e dini që është i shoku jonë. Si ku jemi, mos na pyet fare, Luc. Ne jemi Terio Braçja. Mirë. Ore, po ti nxjerr mua jashtë. Po si e ke fituar? Ore, pse do të nxjerr ty jashtë? Jo, po më nxjerr. Po ti je shembull i morallas, mund të nxjerr. Tash një pyetje kam unë, mos shpëtoj, dakor, mos shpëtoj. Keni bërë kryevepër më të mëdha me sistemin drejtësi që ju është mirënjohës populli shqiptar ju. Kryevepër nuk është. Keni bërë kryevepër, më fal, keni bërë kryevepër më të madhe sepse sistemin drejtësi ne do na ndaj nga sistemi anadolizmit që kemi në kokë dhe do ta përgatisi për ty në Europë. Një pyetje komun. Pse nuk e pranoni si Parti Socialiste që në kohën e Enver Hoxhës gjithë populli shqiptar, të gjithë 100% e kanë pas hajnin sport kombëtar. Dhe gjithë ta që janë mrapa, janë gjithë pjellat atyne që e kanë pas hajnin sport kombëtar, gjithë kanë vjedhur. Po kështu mund të shkojmë shumë larg. Jo, pse? Po mund të shkojmë. Ne kemi në kokë me Anadolin hajnin. E kemi në kokë me Anadolin. Po nga Anadoli, po vazhdojmë me Enver, po vazhdojmë sot. Atë nisa të thosha. Në rregull. Që është një reminiscencë. Po se thot kush? Është një reminiscencë, e ka thënë Fatos Nano. E ka thonë, fal. Fatosi Fatos Nano ka folur për 550 vjet, për 550 vjet. Ka folur për 550 vjet kulturë të tillë. Tash i këta njerëz. Është vështirë që të ndryshojë. Më fal, Erion. Kryevepër nuk është gjë. Nuk është kryevepër akoma. Më fal, Erion. Unë nuk jam antar as e komenu amaneti babës tim është dialog, veç me politikë larg. Nuk ke si shpëton politikës pa mbajt një opinion, se ne jemi njerëz gjallë që punojnë. Jo, të mbaj qëndrime? Do mbaj qëndrim. Tashi unë mbaj qëndrim në përru. Ta thonë që kush mbajnë qëndrime është partizan. Unë mbaj mirë që janë edhe partizan dhe tifosi partizan. Unë mbaj qëndrim. Eksakt, i madhe. Unë mbaj qëndrim. Shkruaj në përmure. Po shumë mirë, është gjëja më e mirë e mundshme. Bëj gjëra njëra tjetër. Është gjëja më e mirë e mundshme. Po mirë më, o Erion. Unë shikoj Gjergj, unë njerëz që nuk mbajnë qëndrim nuk i duroj. Po pse s'mbajnë qëndrim këta që keni për rreth, që keni parlament, po pse s'mbajnë qëndrim ta? Po këta duhet të jenë njerëzit më të lumtur në botë, që ju po afroni kaça për Europës, jo të grindë këta. Çfarë janë këta më? Më mirë, për projektin politik unë mendoj që edhe duhet grindemi, edhe duhet diskutojmë, se me thënë drejtë. Projekti politik është me ta çuar në Europë. Me ta çuar në Europë është projekti politik. Eksakt, Europa është projekti ynë politik. Tani të vinë në një pikë. Shiko, po flitet pa fund për sigurinë ushqimore. Dhe ti jam shumë dakord. Ti nga që je eksportues, e di fare mirë se çfarë do të thotë kjo gjë, të përballesh me 15 herë në vit më vijnë nga supermarketet kontroll pam lajmëruar mua. Nga veriu e Europës. Nga supermarketet. Jo nga për pa tre fizibilitetit. Eksakt, pra, po nga më bëj fije. Tani jemi në një moment që po flasim shumë për këtë gjë. Po. Dhe natyrisht edhe po bëjmë shumë. Edhe është problemi ndjer. Po bëjmë vetëm në një sens. Po bëjmë vetëm në një sens. Tani, je dakord me mua kur unë them që i shiko, një baxho që ka një standard të caktuar, duhet ndihmuar për të arritur standard. Nuk duhet mbyllur. Në qoftë se ti e mbyll, ti ke dhënë goditje atij blegtorit atje matan. I ke dhënë goditje atij blegtorit. Ai s'ka ku ta çojë qumsh. Ku ta çoj qumsh? E dini që shtëpitë e këtyre fshatarëve edhe këtu në Elbasan, po edhe atje në Krutje, në Këmishtaj, në Çerm, etj me radhë, janë mbushur me djath. Nuk ja u ka marrë fabrika qumshin për shkak të kësaj historie, sepse Baxho s'është më dhe duhet ta çoj ke fabrika, po me çmimin që i ka dhënë fabrika që po abuzon me këtë gjë, me sigurinë ushqimore, atij nuk i del, e ka bërë djath. Dhe po ha djath, se qumësh sa mban dot. Pra, kur flasim për këtë gjë, për këtë projektin politik të madh, ka edhe element brenda këtij projekti politik të madh, ku ti mos ta zhysësh atë qytetarin tënd. Pse janë arritur importet bujqësore të Shqipërisë me 23% në harkun e 3 muajve? Pse janë arritur? Prapa është ky efekti. Po pse nuk mendon dhe tjetrën që mirë dakord, unë do ta mbyll atë Baxhon, sepse më cënon këtë projektin politik të madhin që kam, por ama do bëhet dy gjëra. Do ta mbroj bujkun nga abuzimi i këtij grumbulluesit me çmimin e produktit bujkut. Pse se bëjmë këtë aspekt? Pse se bëjmë këtë aspekt? Kjo çështja e sigurisë ushqimore nuk është çështje thjesht vetëm e një bujku. Një sekond, e një bujku dhe një përpunuesi. Kjo është edhe çështja ime si shtet. Do bëjmë aksioner ke Baxhoja jote. Pse? Se është një instrument i mesëm midis bujkut edhe fabrikës që mua më mban mirë bujkun, po më garanton edhe sigurinë ushqimore. Po do bëjmë aksioner, më do shpenzoj para.
Po pse unë nuk shpenzoj para për këtë gjë? Po pse unë merrem thjesht dhe vetëm e diti që sot një pjesë e kompanive të sigurimeve nga raportet që unë lexoj, një pjesë e kompanive të sigurimeve me standardin e Bashkimit Evropian, po edhe me standardin e ligjit shqiptar duhet të mbyllen. Po pse s'mbyllim ato ne, po mbyllim Baxhën? Ë? Pse s'mbyllim ato edhe nuk mbyllim Baxhën? Pra këto janë çështje për të cilat unë duhet flas. E ke parë këtë historinë e aboneve në Tiranë? Kam postuar një video sot. Ato pallatet e bukura me ngjyra që po bëhen në Tiranë, me shumë kate, që tregojnë që ne po modernizohemi në ndërtim dhe ato radhat poshtë atyre pallateve, ato radhat në për ca kioska mizerabel atje që tregojnë që ne po ngelemi primitiv në shërbim. Okay. A duhet flasim ne për këto brenda Partisë Socialiste? Po duhet flasim. Ka bërë një thirrje dje. I kam thënë njerëzve, "Ore, hajdeni brenda kësaj partie, se unë vet nuk ja dal dot. Hajdeni dhe ju të tjerë që më shkruani, më bëni, më flisni, më kritikoni, më bëni. Hajdeni brenda kësaj partie dhe ne të ndikojmë me këtë fuqi brenda kësaj partie politike për të diskutuar për çështje që janë shumë të rëndësishme dhe parimore për të gjithë shoqërinë shqiptare. Jo çështje jam mund, do jem mund. Okay. Është ky erdhi një tjetër brenda. Okej, të kuptoj. Tash të bëj pyetje unë mos e s'do të vi mirë që ta bëj këtë pyetje. Ma bëj. Okej, kur erdhët në pushtet, ju ka bërë një debat shumë të madh midis Edi Ramës dhe Benametës. Ku Benameta ishte për skemën e peshkimit me rimbursim, kur unë i thash ti Ben, na fali se është atje që po ja përmeni me emrin tash, si apo e them për një gjë, ti Ben i thash je spekulant, sepse me rimbursim do të thotë që ti të fusesh në punë gjithë hajnat e këtij veni që të vikan na kontrollokan ne. Jo ne, i thash Edit, do t'i mbyllësh gojën këtij, vlla, do me bot ti peshkimin nga 10 milion ta çosh 100 milion? Ne kemi 200 milion sot. Bëj këtë punë që duam ne. Çfarë do lucëm, thamu, unë du ligjin evropian. Në ato vite ne kemi qenë njësoj si Baxhët që po përmendni ju. Me barkat pa numëru, pa bombë, pa gjë, kemi qenë në Baxhë. Dhe po funksionon kjo gjë. Më fal, kemi qenë në Baxhë. Njësoj si thoni ju sot. Më tha mu çfarë do, tha Luc, se Luc më thotë ai zotnia, i thash Birazer, unë du ligjin e Europës. Nuk du as i nim, as i respekt, as i gjë. Që të mbarazosh mu me grekun, të mbarazosh mu me italianin. Bësh konkurrues. Dhe të bëhem konkurrues. Tashti, ai ne na barazoi me grekun, me italianin, trego peshkimi se ku ka shku dhe fabrikat e peshkut për sigurinë ushqimore të gjithë Shqipërisë janë djem të talentuar, kolegët e mi, mrekullueshëm. Dhe shkojmë shumë mirë se ma kalon mu rolin e ekuilibristit dhe të komandantit, e kupton? Peshkimi boni bum. Tash unë po të bëj pyetje. Më fal, se du me dalë të pyetja ime. Unë e kuptoj që je burr me shpirt, je karizmatik, mërzitesh për njerëzit, vrapon mas njerëzve të tunë e ku ta diu se çfarë. Ke qenë zëvendës kryeministri i këtij vendi. Çfarë bëre ti për ligjin e peshkimit? Çfarë bëri Erion Braçe që i dheb shpirti për Baxhët, për Katunarin, për Pralla, më fal se flas me këtë gjuhë, për ligjin e bujqësisë. Ma spjego ti dhe hajde bëjmë debat bashkë për ligjin e bujqësisë. Që unë s'kam. Këtë debatin që ju e pasini bërë me kryeministrin e ministrin e financave të asaj kohe, këtë debatin kam bërë unë me të dy. Edhe me kryeministrin, edhe me ministrin. I kërkoj ligjin e Europës? I kam kërkuar... Jo, se, më fal, nuk du të ndërpres. I kanë kërku kinezrira niptin e fermerit që se ka asnjë njeri në botë. Dhe nipti i fermerit, nipi i fermerit ka shkatru bujqësinë shqiptare. Unë jam për ditë sot në Myzeke, se po investoj në Fierë, e di në Fierë, shkoj mjesë e vinë dargën, dhe ndalën takohem me kolegët e mi në bujqësor, dhe i them, kush është problemi juaj? Problemi jonë është Pallavaja që u shkatru bujqësia me niptin e fermerit, sepse ne du të bëjmë kinezrira dhe du të bëjmë palla. Kush e boni niptin e fermerit? Ai zotnia, që desh me e bo me rimbursim. Tash i çau bo për ligjin? Tani edhe një herë. Po. Unë nuk kam kërkuar këtë gjë që po ju po thoni. Unë kam kërkuar dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. E para, të rregullohet TVSH-ja në bujqësi. Ju e keni 20% hyrje, 20% ndërtim. Eksakt. Kurse u rregullua ajo mbaroi. Kurse bujqësia e ka 0% hyrje dhe 20%. Gabimi më i madh për tregun vendas. Dhe e dyta që është akoma më rëndësishme, në import e ka 20%, unë po të marr domate sot, prandaj është tregu me domate plot. Po të marr domate në Itali, në Greqi etj. E shkarkoj, e marr 10% e shkarkoj. E shkarkoj. O zero. Dhe është i favorizuar ai që importon në raport me këtë që grumbullon atë që prodhohet në brenda vendit. Pra i kam kërkuar këtë gjë. E kishim ne kështu.
u abuzua me këtë formë se ashtu e bëri skemën ai zotëria atje. U abuzua me këtë formë, po u abuzua, por abuzimi duhet goditet. Abuzimi nuk mund të jetë instrument alibi që unë të prish politikën time. Këtu ndodhi që u prish politika dhe u rënua bujësia, u rënua edhe blegtoria. Tani kanë bërë një skem tjetër dhe thonë unë rimbursoj 10% të vlerës së faturave. Po shkinezëri. Dhe thonë një sekond, dhe thonë që skema, kjo është skem rimbursimi, ndërkohë që skema do vazhdoj të jetë 0-20. Çka ka ndodhur nga janari deri në mars? Që fabrikat e përpunimit të qumshit dilin me humbje, me 0-20. Dhe vënë në detyrimin që të lëshoj faturë për fermerin që i çon qumshin, vjet në para faktit që të pranoj humbjen. Ata kanë jetuar me evazion deri tani. E kanë mbuluar humbjen me evazion. Tani, në momentin që ti i thua prit faturën, ai nuk mund të bëjë më evazion. Dhe çfarë bëri? Uli çmimin e qumshit. Dhe uli më shumë se sa 10% që ti do i rimbursosh fermerit. Pra fermeri ka ngelur me humbje për shkak të kësaj kinezërie. Kinezëri? Jo, nuk është kinezëri. Jo, nuk është kinezëri. Është kinezëri. Kina kur shkon lart, ti e di shumë mirë. Po, ka je i madh. Se shkon te, nuk flas kinezërin kohën e lejthenit. E lejthenit je i madh. Ora është abuzim. Është një abuzim shumë i madh. Kjo që po ndodh dhe në krahun tjetër ma thon që kjo erdhi ministri financave dhe tha, kjo është europiane. I mora i hyra aty ligjë. I thash, nuk është europiane. Sepse në Francë, ku ju po referoni, ai rimburson 10% të TVSH-s së vlerës së faturave të inputeve bujësore, jo të produktit tim final, po të inputeve bujësore, ndërkohë që skemën e TVSH-s e ka të barabartë në hyrje dhe në dalje. Pa diskutim, po supojo marun. Tani kur unë e them një herë këtë, e them dy herë, e kam diskutuar me të dy zotrinë që ke folur edhe ti këtë gjë. Kur flet me mua bindet, kur flet me ministrat e financave, del nga gjendja. Prandaj unë flas për ministrokraci edhe për drejtorokraci, që janë dy fenomena që duhet shkuar realisht ke bujqit. Unë nuk i kam lejuar takimet e kryeministrit apo të ministrit bujqësisë, sa kohë që isha në divjak me njerëz që janë të lumtur. Pra që kanë marrë para nga buxheti i shtetit, që kanë marrë para nga programet e buxhetit të shtetit, e kështu me radhë. Jo, unë e kam çuar kryeministrin tim dhe ministrin tim, i kam marrë dhe i kam çuar ke bujqit, ke ata që nuk profitojnë gjë. Tek ata i kam çuar gjithkohës për dëgjuar vetë me veshët e tyre se si funksionon gjëja. Sepse unë atje e kam mësuar këtë gjë. Dhe ky është elementi kyç në këtë histori. Nëse politika shkëputet nga njerëzit, ka vdekur si instrument në shërbim të tyre. Eksakt. Tashi ka një gjë, Erion, lutem fal se po bëhemi bezdisshëm, nuk o puna ime, puna ime është si shqiptar me ngrej dy probleme para një burrit madh siç jeni ju. Vetëm se unë kom bindje që duhet a du me shku në Europë. Eksakt. Po çfarë po ta morin ligjin siç e morëm ne, ta përkthejmë. Eksakt. TVSH-ja që thonë është vlerë e shtuar, është ai e shton, tjetëri e bon 0, nuk lëviz çmimin e para. E dyta, këta do bënin bankën bujësore. Banka bujësore, në qoftë se s'bëhet, nuk lidhet me një agjensi tokash. Patjetër. Që shtetit të kondicionojë dhe të thotë, kjo tokë që, kjo tokë që nuk punohet. Duhet pa tjetër që të shkojnë në bankë dhe ai personit marrin lekët dhe tjetëri t'ja japi me qira. Që tokat të bashkohen, që të ketë kanalin Shkarkus, të ketë kanalin Kullus, po nuk e bën këtë punë. Nuk ka për bë bujësi. Nëse ka një gjë të mirë që po unë po e dëgjoj të thuhet, dhe kam tentuar edhe unë disa herë këtë gjë, është kjo, janë këto shoqëritë e bashkëpunimit bujësor. Pra, grumbullimi në bashkimin në prodhim. Bashkimi i fermerëve, eksakt. Ky është një element shumë i mirë, që ata të mbjellin një fidan, të kenë të njëjtin çmim, të bëjnë të njëjtat shërbime dhe aty në Divjak ne kemi nxitur vazhdimisht që të shkojnë tek mbrojtja biologjike përmes insekteve. Vazhdimisht në këtë gjë pse do marrin një çmim më të mirë nesër. Pra kjo duhet bërë, po duhen ca instrumenta që ta nxisin këtë gjë. Instrumentin kanë, ja kanë shkollën e bujqësisë atë dekanin, atë Tarroqin, që është i Partisë time Demokratike. Pse nuk shkojnë të studiojnë fidan rektorin? Pse nuk shkojnë ti studiojnë fidanet atje, të studiojnë pesticidet atje. Ora duhet me hip në ato farë. I kanë shumë zota në universitet bujqësor. Unë mendoj që duhet hikim edhe nga pesticidet.
Po jam dakord. Me sa më shumë mundësi të kemi. Kanë shumë përgatitur me Pentagon, kanë përgatitur gjithë më. Shiko, ne nuk kemi një bujësi që të konkurrojmë Greqinë, konkurrojmë Turqinë, konkurrojmë Italinë kështu me radhë. Ne duhet të konkurrojmë me cilësi. Dhe është shumë e rëndësishme që ne të financojmë cilësinë. Pra, mbrojtjen biologjike, farat e mira, farat biologjike. Punë që bëjmë ne në peshkim, i madhe. Atë që bënim. Tani është shumë e rëndësishme që edhe tek qumshi, duhet eksakt cilësi. Edhe tek qumshi. Nuk bëhet ke fabrika kjo gjë që ai ti thotë ikse ke qumshi. Po si edhe bëjnë fetën grekët, i kanë barit shqiptar, bëjnë fetën në të gjithë botën. Ja ku e kanë Greqinë. Një sekond ta mbaroj. Edhe kjo çështje e qumshit. Është shumë e rëndësishme ne të kopjojmë modelin italian. Çfarë thotë modeli italian? Unë të subvencionoj ty, pra ti hapara aty, për litër, në qoftë se ti ke këtë nivel proteine, këtë nivel yndyrë, këtë nivel lagështie dhe këtë nivel të ngarkesës biologjike. Mbi këtë gjë, për çdo pikë mbi këtë nivel, unë t'jap edhe lek shtesë. Nën këtë nivel unë t'jap asnjë gjë. Tani, pse duhet t'japim ne lek? Pse duhet t'japim ne lek për speca, për domate, për kastraveca që mbrohen me pesticide? Pse? Ne duhet t'japim lek për speca, për kastraveca, për patlıgjane, për çdo produkti tjetër, domate, që mbrohet me insekte, që bën pjalmim me blet. Bën pjalmim natyral me blet, është më radhë. Pra, edhe skema e subvencioneve duhet shkojnë në këtë orë, kurse, po të vinë tek ajo pastaj. Sa agronom ke? Sa agronom ke kolegë të Partia Socialiste në parlament deri on? A, nuk e dim, parlament se di kush është agronom. Sa ke më valla agronom ti atje? Ska asnjë. Po ky pra është problemi. Ku ka gjeni më, ka gjeni këta. Ka gjeni këta. O Gjergj, më dëgjoj. I ke pa? Foto. Në qoftë se lista e kandidatëve për deputet nuk do jetë një proces, më dëgjoj pak. Nuk do jetë një proces i mirë menduar, mbi parime, por do jetë një njoftim në mur, sipas drejtuesit politik të atij qarku. Kështu do jetë parlament. Kështu do jetë parlament. A ditë ma përkthesh mu ç'është kjo udhëheq? Ç'është kjo udhëheq politik? Ma përkthen ti mua, ma përkthen do ta bëj. Ai djali që duhet dilte deputet nga Divjaka, ai ishte agronom. Një djalë që i kishte duhet. I kishte duhet. Ku janë? Po nuk na ngeli për pak vota. Po më çaj keni ju, çaj keni. O Erion, nuk të ngjon partia ty ti thu çfarë janë ta udhëheq politik. Udhëheq politik, çifligar, çifligar i Lushjes, çifligar i Shkodrës, çifligar i Lezës. Po që keni ka qifligare, po që keni më këta që zjedhin deputetet, se këta i zjedhin deputetet. Që keni më këta ju? O Gjergj, që keni më? Gjergj, prandaj thash Shqipar, që këto janë problemet për cilat duhet flas dhe duhet udhëheq politike, keni gjuhën e erdhja bë. Fati i karrigës së Erionit, më fal. Fati i karrigës së Erionit është një gjë që mund të vlej, mund të mos vlej fare. Por ama këto gjëra për cilat po flasim janë gjërat për cilat duhet diskutoj një parti politike. Edhe duhet dëgjoj, po edhe duhet diskutoj, edhe duhet pranoj. Si u ndjeve, Erion, si u ndjeve kur pe i shokun tënd të partisë në kafazin e famshëm të gjykatës? E kam fjalën për Ilir Metën. Tash si po më pyet, si dëshmitar ndasëm, si shok apo ke pas keni themeluar freshim bashkë. Po në rregull, i ke qartë natyrisht. I ke qartë, kam thënë vazhdimisht këtë gjë. I ke qartur pa fund. E kam fjalën e meritonte dhe lloj trajtimi. Një sekond. Të dalim në dy gjëra se më kanë thënë vazhdimisht si votove atje në parlament, ç'a bëre, pse i dole krahati më radh. Shikoni. Unë kur votoj në parlament e mendoj mirë votën. Dhe me thënë drejtën para atij votimi, të asaj kërkesës që isha ardhur nga prokuroria, nuk kam komunikuar me kërkën. S'kam folur me asnjëri. Ndërpreva çdo lloj komunikimi me gjithë, pse nuk doja që votën time apo arsyet e mia t'i ndaja me të tjerë njerëz. Natyrisht, e kanë keq kuptuar disa, e kështu me radhë. Tani, kur unë votoj në parlament, e ndaj veten nga Erion. Pra nuk kam vot personal. Ose radha e arsyeve personale fillon nga tjetër kush. E dini që sot ka në paraburgim shërbyes publik të shtetit që mund të jenë 1 vit, 1 vit e gjysmë, 2 vjet, që si ka pyetur kërkush. I kanë haruar aty. I kanë haruar. Po si mund të rinë para burgim një njeri që gjithë punën e tij e ka para një kompjuteri, e ka të dokumentuar në kompjuter, e ka të verifikuar në kompjuter, si mund të mbahet në burg? Si mund të mbahet? Dhe me akuzën
e grupit strukturuar kriminal. Pra kur vajta në parlament atje për të votuar, kanë votuar për disa gjëra që janë thelbësisht parimore. E para mbi gjitha është parim kushtetues prezumimi i pafajësisë. Ai ka fazi atje, jam plotësisht dakord. Hiqini, mos mendoni kur e dëgjoni këtë politikanin që e keni urryer gjithjetën. Mos mendoni këtë, po mendoni një qytetar të thjeshtë, një shërbyes publik të thjeshtë të shtetit që është pas atij ka fazi. Këtë mendoni. Dhe që me gjas mund të jetë rënë edhe në qafë. Me gjas, siç me gjas mund të jetë fajtor, ashtu me gjas mund të jetë rënë edhe në qafë më aty brenda. Pra arsyet e mia ishin parimore. E para mbi gjitha prezumimi i pafajësisë. Kemi vuajtur shumë në 50 vjet në diktaturë që të merrte të arrestonte partia, të merrte e të degdiste të internonte etj me radhë. Pra, e para gjë është prezumimi i pafajësisë. E dyta gjë në ato procese është barazia e palëve. Edhe prokurori, edhe ai personi që është në akuzë, panderur etj me radhë, janë të barabartë para një gjykatësi që duhet bëj drejtësi. Drejtësinë nuk e bën thjesht dhe vetëm prokurori apo thjesht dhe vetëm avokati. Ora e kanë fut për korrupsion. Ja një sekondë. Ai ka fut për korrupsion. Ai ka fut për korrupsion. Ora një sekondë. Ora më thuaj vetëm një fjalë. Ora një fjalë. Po ta mbaroj të lutem. Pra e dyta gjë është eksaktësisht kjo që po them, barazia e palëve në proces. Barazia e palëve. Po thua këtë prokurore të Spakut se ke qenë 2 herë aty brenda. Mos kam punë me prokurorët, unë jam para gjykatës atje për shpifje pse mbrojtë si njeri ligjeve, si njeri me. O shoku. Këtë bisedë që po bën me ne, u ka bën aty këtë mundësi ta bëj. Unë s'kam marrëdhënie për. Po e çan dron se do bësh muhabet, çan dron. Ja të lutem. Problemet janë me ligj, më çan dron. O gjesh. Patjetër që ndron. Po s'ndron asgjë. O gjesh. Ore 1 minutë, më vetëm një pyetje. Ore një pyetje kam. Ai kanë fut ta njerëz për korrupsion? Mirë përgjigje. S'është futur. Jo, këta njerëz kanë akuzat të ndryshme, nuk e di tamam tani. Nuk e di. Zakonisht gjykohen për korrupsion, shumica. Aty e kemi ne shqiptarët për korrupsion. Jo, nuk është vetëm një akuzë. Po që si ka, po them në përgjithësi, ai kanë fut për hajni. O Gjergj, unë nuk i hy meritës. Unë nuk i hy meritës. Unë i hy saj, unë i hy saj. Të lutem. Jo, ne po flasim. Po pse më është në vështirësi? Po jam një sekond ta mbaroj. Unë nuk i hy meritës. Një sekond, një sekond. Unë nuk i hy. Po parimisht po flasim. O Gjergj, le ta mbaroj. O Gjergj, lutem. Unë nuk i hy meritës së çështjes. Nuk jam gjykatës. Këtë gjë e vendos gjykata. Me kushtetut vendimin, shpalljen fajtore ose jo e ka gjykata. Nuk e ka as prokuroria, nuk e ka as avokati. Gjykata apelit e po të lutem, mos ma ndërprit. Pra, nuk i hy meritës dhe nuk dua të merrem, ore unë nuk e bëj dot ajo. Nuk kam qenë dakord. Ja kam thënë njerëzve, edhe njerëzve të Erion Velis. E ka gabim këtë gjë që merret me prokurorin, merret me me emra, me mbiemra, me etjemra. Nuk e bëj dot gjë. Pse? Në fund fare, ai është funksionar publik i shtetit. Dhe unë kur cënoj atë, cënoj shtetin tim. Nëse ai shkel ligjin gjatë ushtrimit detyrës ti, ka instrumenta që e kontrollojnë atë. Nuk e bëj unë politikani këtë gjë. S'mund ta bëj, nuk duhet ta bëj unë politikani këtë gjë. Nuk duhet ta bëj. Ama për parime, unë do flas që ç'kem atë, sepse janë parime kushtetuese që lidhen drejt për drejt me liritë dhe drejtat e njeriut. Demokracia nga diktatura e ndajnë lirinë dhe drejtat e njeriut. Nuk e ndajnë asgjë tjetër. Kjo e ndajnë. Them këtë, radha ime personale, atje kur hodha votën, ishte për këta njerëz. Okej, nuk kam menduar unë fare as individin filan, as individin. Ta bëjmë çik më bisedë prekshme për. Jo, na vajtu tuke kjo gjë. Ta bëjmë çik bisedën për njerëzit e zakonshëm. Ta bëjmë çik të prekshme bisedën për njerëzit e zakonshëm si shtati. Jepi. Po jap. Tashti, vllai dashur. Një drejtor 4 vjet e ka jetën më luksoze se sa mua që kom 35 vjet që dal mjes dhe ikin darkë. Drejtorokracia, ta thash. Një njeri i korruptum. Jo, një sekond. Jo, një sekond tu, se ka dhe një element shumë interesant që më ka bërë mua përshtypje. Jo, si logjik, ka dhe një element shumë interesant, që ai drejtori më shikon mua atje në restorant duke bërë bukë. Nga lart poshtë. Jo, vetëm nga lart poshtë. Po thot, si që ka dhe faturën atje, e ka muna të faturën. Tashi, të lutem ta mbaroj. Unë i kom pa njerëzit hynë drejtor. Gjën e parë që bëjnë blen makinë. Gjën e dytë i shoh nëpër Facebook që të premten që ikin Milano, në Rom, Selanik, në Turqi, Istanbul, duke prish me foto. Këtë punë shoh me politikanët, janë zbej, si duhet i keni rafta politikanët që hiqin foto, po drejtorat i ke lanë nëpër Facebook. Tashi çano. Unë nuk e kom atjet, valla, jam Gjergj Luca.
kom gjitha njerëz në punë. O Gjergj, Ore nuk e kam, ta marroj. Tash në perceptimin e njerëzve. O shqiptar të administratës, edhe unë jam një nga njerëzit që kam ulërit më shumë. Kanë vjedh shumë lek më rjon. Dhe i kanë morë këta për hajni. Po mirë vë vllai im, pse i ma mrena ta ti kote bo show, se ti i ke morë për ato lek? Pse nuk ja sekuestro këto vila, këto lek, këto pradhë, pse? Po sekuestro. Pse? Tani jo, një Ore t'ja sekestrojnë, ore po i hoqe lekët tyne, dhe po i hoqe këtyne pushtetin, edhe dashnore të sinkon mo se po i hoqe lekët s'kan dashnore mo. E një fej. Ta marun. Doli në fushën e vedej. Doli ke modeli. Po them, ju mos i një faj një dy modele, që po ju hoqe lekët, po ju hoqe dhe ato, mbarun vdiqen, dhe është mua beti kop. Edhe po vuajnë për shembull, nja dy i një fund që po vuajnë është mazë tani në këtë moment. Po them. Shiko, u bë një komision që e drejtonte Fatmir Xhafa, edhe që duhet ta adresonte një seri problematikash, sepse unë nuk mendoj që korrupsioni nuk mund të luftohet thjesht vetëm me prokurori. Unë e kuptoj edhe sikletën e tyre njerëz, më marrin me dosje përpara, mira, flet dokumentash e tjera mëra, e kuptoj. Korrupsioni luftohet edhe me nivele të tjera, administrative, legislative, si doni ju, që duhet të ushtrojnë kontroll. Po, luftohet mbi gjitha edhe me akte, të qarta, të pastra, të mëra. Ç'a kërkova unë në atë komision për drejtorin? Që të ketë veting para edhe pas, të ketë ndalime para edhe pas. Për shembull, nuk mund të bësh drejtor, fjala bie, ku diun në një ndërmarrje e caktuar agjenci, apo njësi zbatuese buxheti, një njeri që ka ardhur nga një biznes privat e ka qenë i lidhur me këto para apo me këto kontrata publike të këtyre agjencive. Dhe e dyta që është shumë e rëndësishme, ky drejtori që duhet jetë vetëm 4 vjet, jo më shumë se sa 4 vjet, nuk mund të riciklohet, se ne kemi një fenomen shumë negativ, që ne e heqim nga drejtori këtu, e çojmë drejtori këtu. E marrim e çojmë drejtori këtu, e bëjmë këtu. E heqim nga këtu, e bëjmë prefekt, nga prefekt e bëjmë drejtor, prapë sillim këtu, e bëjmë deputet dhe pastaj e lëm fare, e harrojmë etj. Jo. Unë mendoj që Shqipëria ka burime njerëzore të mjaftueshme për 56 drejtorë të përgjithshëm që ka ky shtet. Dhe që mund t'i ketë vetëm 4 vjet. S'ka nevojë të rinovojë mandat më shumë. Për më tepër kur je drejtues apo drejtor shahaje, pra shahaje publike. Në qoftë se për 4 vjet ti nuk ke rezultatet matshme të një shahaje, ti s'den me humbje. Pra, humbja edhe mënyra se si e drejton atë ndërmarrje duhet të jetë limiti yt. Limiti yt brenda 4 viteve. Ti mund t'i kesh edhe për 1 vit. Po brenda 4 viteve s'do vjedh ai? Po 1 sekond, po brenda 4 viteve. Ai do bëj namin. Po lër më 1 sekond, nuk vjedh dot, sepse këtu kur të dali do të jetë nën kontroll. Ka qenë nën kontroll dhe këtu kur të dali do ketë një seri kufizimesh për mënyrën se si e ka bërë pasurinë e tij. Një e para dhe e dyta, ky nga këtu nuk mund të kthehet prapë këtu. Ku ishte? Për paktën për një periudhë kohore. Pse? Ore ne lek do ta vjedhin, ta vjedhin, po arrogant se bojnë. Ore arrogant sikur kanë jetën dorë, mor. Ore kupton ti këta sikur kanë jetën dorë, ti pagu taksha këta sikur kanë jetën dorë. Ne duam të shkuar jo arroganca. Për mua shkojmë atje ku ti thënë. Këta duhet të jenë me mandat. Vjedhja duhet të shkuar jo arroganca, s'më Po më e rënd arroganca që të ndërpresin ekonominë se korrupsion në një pikë do ta morrin në pikë ata. Rregullat në historinë pa ndërprisë korrupsion. Korrupsion nga gjithë botën. Rregullat duhet i kufizojnë këta njerëz. Dhe e dyta që është akoma më e rëndësishme, rregullat edhe kur hyjnë, edhe kur dalin, duhet të jenë të njëjta për këta njerëz. Pastaj, kush i ka shkelur me të dyja këmbët le të përgjigjet atje para drejtësisë. Erion Braçi ka lindur në Tiranë, se nuk e di sinqerisht. Jo, unë kam lindur në kombinat, jo në Tiranë. Sepse e kam për krenari që kam bindur në kombinat. Të dhim se Tirana momentalisht. Si Ben Rakipi, si Çim Cani, si Çim Muça, si Nesi Stoja, si Alban Bushi, si Alban Bushi, Ed Manushi, si kush? Ed Manushi, gazetar. Jo. Ç'është? Futbollisti. Sa i madhe. Si Valmeta, si Andrea Marko, si Koçi Marko. Etj me radhë që janë si Bashkim Kukeli që ishte baba i gjithë tyre etj me radhë. Të dhimë se Tirana momentalisht? Më dhimë se të shumë se Tirana është e paqeverisur dhe e paqeverishme prej më shumë se sa... E ke vërrej që ka dalë jashtë kontrollit? Tirana është totalisht në kufit e vitit 2000 kur erdhi Edi Rama dhe u mundua të vendoste ligj në këtë qytet dhe në qoftë se unë
kam ndërmarrë një iniciativë, kam ndërmarrë këtë iniciativën. E para gjë e mbi gjitha për të vendosur ligj dhe rregulla. Të erdhi në mënyrë organike apo të imponuar? Kush jo erdhi si përgjigje e drejt për drejt për kundrejt kësaj thirrjeje të qytetit dhe pastaj edhe të socialistëve brenda qytetit. Dhe si nevojë e njerëzve, e kam hasur në çdo rrugë. Publiku u ndje. Një sekond, e kam hasur në çdo lagje, në çdo nuk kam lëvizur vetëm në 105. Për shkak të sistemit, duhet lëvizja në gjithë Tiranën për bërë atë numrin e votave që ishte i domosdoshëm përballë ministrave që i kisha aty përballë, domethënë i kisha konkurrent, duhet bëja një sforcë akoma më të madhe në vetëm 2 muaj, për të lëvizur në gjithë Tiranën, për të lëvizur në fshat të Tiranës, ku me thënë drejtë mendoja se do merrja më shumë vota, po me sa duket fshati i Tiranës po degradon duke u shkuar sektorit të ndërtimit dhe duke ikur bujqësisë me hapa të tmerrshëm. Aq sa ky qytet është sot pa bujqësi, pa blegtori, pa furnizime të drejtë për drejta nga fshati për ato produkte që duhet i konsumoj. Pra ishte një thirrje që erdhi vetvetiu si përgjigje për kundrejt njerëzve që kam takuar cep në cep të Tiranës gjatë gjithë asaj periudhe zgjedhore, po edhe në harkun e një viteve. Se ishte një koleg që më thoshte, "Ore, po të shikojmë në rrugë, po ikon me pushime, ik se zgjedhjet kanë mbaruar, ik me pushime." Po jo më i thash se nuk është çështje pushimesh kjo gjë. Edhe unë do pushoj 5 ditë, 6 ditë. Autron Berisha që largoi Florin nga kandidatura. Por edhe një arsye për t'i shërbyer qytetin, ore ka marrë 20.000 vota në Tiranë. Pa vorën jam i pari. Dhe normalisht duhet i përgjigjemi këtyre njerëzve që janë në çdo cep Tiranës. Unë nuk jam vetëm në njësi numër 5. Po lëviz pothuajse në gjithë Tiranës, më shkruajnë njerëzit, hajde këtu, hajde shikoj këtu ke lagja jonë. Po i përgjigjem, po shkoj. Nga njerëz janë ata aty fare jam unë. Jam unë. Ata s'janë, ata që më shkruajnë edhe nuk janë aty, se ndjekin punët e tyre, s'kan ritmin tim, edhe s'kan kohën time. Unë kam kohën nga ora 7:30 e mëngjesit deri në darkë. Ata kanë edhe familje, kanë edhe fëmijë, kanë edhe punë për të bërë kështu me radhë. Dhe edhe s'takohemi, por e shikoj që më shkruajnë, faleminderit kisha ardhur ke lagja ime. Rrofsh, faleminderit që ngritë problemin, faleminderit që ngritë shqetësimin, sepse janë edhe shumë elegant. E kuptojnë fuqinë që ti ke tani. Dhe më shtyn edhe më thanë, ore, bëj ti këtë punë. Dhe praktikisht unë e dua si punë këtë. Nuk e dua as si qok karriere. Nuk e dua si qok karriere. Ç'm duhet si Flori pse u largua? Një sekond, nuk e dua si qok karriere. E dua si punë më. Mua më pëlqen kjo punë. Po bëm fushatë elektorale tani. Mo fillon fushata. Po të bim fyll shokun e Manushit. Flori u trëm nga kandidatura jote. Po të them që e dua punë. Kush e ka menduar si ku diun, si një gjë që unë e fitoj këtë. Se nuk përgjigjesh pra. Po nuk e di më pse Berisha largoi. Ore ti po kandidatin e tij. Ore një sekond, ti po më vën. Të deklaruar prekorisht. Ore po më vën në lëkurën e një tjetri. Se di, unë mund të vijem në lëkurën e atij që s'ka ujë sot, s'ka kanalizim në tyreve të zeza sot. Mund të vijem në lëkurën e atij që s'ka shkollë, s'ka kopë, s'ka qeve, aty ku banon. Po në lëkurën e një njeriu që... Ti mendon se Rama do kërkoj një kryetar Tiranë opozitar që do ta çmondi gjithë kohën apo do një brigadier? Ti je një sekond. Kemi brigadier Albertën, kemi dhe opozitarin Erion. Shiko, Tirana ka dy element shumë të rëndësishëm që duhet të jenë pjesë e diskutimit tani. E para, Tirana po bëhet Shqipëria. Dhe ky është një problem shumë i madh për Tiranën. Sa do mbajë ky qytet? Sa do mbajë infrastruktura e këtij qyteti? Sa do mbajë infrastruktura e këtij qyteti? Pra ka një problem shumë të madh në këtë histori. Natyrisht unë e kuptoj që edhe ata që jetojnë jashtë Tiranës duan Tiranën sepse e shikojnë si një mundësi më tepër për veten e tyre, mbi të gjitha për fëmijët e tyre. Prandaj unë i kam shuar shumë fort asaj historisë që edhe qytetet e tjera duhen zhvilluar. Dhe unë e kam mirë kuptuar atë faktin që një pjesë e konsiderueshme e buxhetit shkon jashtë Tiranës. Po që Tirana të jetë me buxhet zero. Nga buxheti investimesh për flas, nga qeveria qendrore, unë këtë se paramendoj dot. Ju thash pak më parë që Tirana as po vetë qeveriset, as po qeveriset. Dhe në referencë të asaj që Tirana po bëhet Shqipëria, natyrisht që do përplasen me qeverinë, no? Se si e mendon ti? Andahen ato para atje në qeveri? Po patjetër, do kërkoj taksat e ndara. Se nga TVSH-ja që mblidhet në Tiranë,
Patjetër duhet përfitoj edhe ai në Sarandë, edhe ai në Tropoj, edhe ai në Dibër, e kështu me radhë. Por duhet përfitoj edhe Tirana, që sot merr 0 lek. Pra ti thua të vëshë e Tiranës shkon jo të për vëshë e provinca. Tiranës, jo, nuk po them këtë. Unë po them shumë qartë që nga taksat e ndara duhet përfitoj edhe Tirana. Por nëse Tirana Ja, është bërë Shqipëria, a ka drejt ai kryeministrit merret më shumë se sa kryetari i bashkisë me Tiranën? Unë mendoj që nëse kryetari i bashkisë nuk është, po i takon kryeministrit merret. Kryetari i bashkisë brigadier është Erion. Bëj atë që kujdes atje. Jo, unë se mendoj kështu. Mund të ketë degraduar kështu. Unë kështu e mendoj. Ja, një sekond. Mund të ketë degraduar kështu. Po pse kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është shërptori i qytetit. Është brigadieri. Është edhe. Është edhe. Nëse ju thoni që nëse ju, po do të them që ju thoni Tirana ose Shqipëria, atëherë ky me të drejtë, ky kryeministër thot, unë do të vë një brigadier që mund të thot peqe lepe. Se po vuna i generalun atje, Nuk me emrin. Ja, dy gjëra. Me emrin tash. Ja, dy gjëra. E para një herë kryetari i bashkisë është edhe kryeshërbyesi, është kryepunëtori i qytetit. Është edhe është ai. Po jo më një sekond, është edhe kryepunëtori i qytetit. Po kryetari i bashkisë, po patjetër duhet bëj politikë ekonomike. Si që nga kjo? Kjo është, Tirana është njësia... A di si bëjmë ne ajo, sikur me qenë Tokyo. Ne bëjmë sikur me qenë Kina. Po në raport me Divjakën, Kina e Tokyo është... Qa jemi ne? Po një sekond. Në raport me Divjakën, Tirana është edhe Tokyo, edhe Kina. Në raport me Beratin, Tirana është edhe Tokyo, edhe Kina. Në raport me Dibrën, Tirana është edhe Tokyo, edhe Kina. Edhe Pekin. Si që nga kjo? Jam dakord. Po jo është më... Si jam dakord. Po të shikosh edhe jo, si jam dakord. Po të lutem. Sepse fushat janë Divjak, sepse në Berat ka shumë prodhim. Po një sekond. Sepse në Dibra, sepse Dibra ka qenë shumë njerëz mençëm sa të bëjnë çorap Shqipërinë. O Gjergj, se po më nxet. Atë tu. Pse ke bërë gjithë këto fabrika tuti dhe nuk vjen ti bësh Tiranë? Se si bën Tiranë? Se këtu ka fuqi punëtore. Ka fuqi punëtore? Po të tregoj unë fuqi punëtore në Tiranë sa të duash. Se gjithë ata që po ikin nga periferitë e këtij vendi, po vinë në Tiranë dhe po vinë si krah pune. Nuk po vinë si agallar të pasur atje që po vinë të jetojnë në Tiranë tani. Jo, jam dakord me ty. Unë di që nga Tirana po vinë me jetu në Elbason, sepse Elbasoni është bol lagje Tiranës. Një sekond, po vinë të jetojnë në fshat. Jo, po vinë me jetojnë në Elbason. Po jam aja. Vilat të shtrenjta në Tiranë. Po jo më janë se kështu. Një sekond. Po pallate nuk ka një vend në Elbasoni ka pëlqit. O Gjergj, edhe një herë. Unë jam i mërzit me ty që ti ata aktivitet ekonomik, prodhimin, jo thjesht shërbimin, prodhimin nuk po e bën Tiranë. Ka arsye plot. Shkam gjetë hapësirë. Një sekond. Po eksakt edhe për këtë arsye. Po pse më thuaj që kryetari i bashkisë nuk duhet merret me këtë gjë? Kush kryetari? Që kryetari i bashkisë nuk duhet merret me këtë gjë. A një logjikë ekonomike ka. Jo, kryetari i bashkisë. O shtëpia ka shtëpia ka i burrë. Çfarë thotë? Shtëpi me 10 burra me 8 gra. Fal. Një sekond. Po, kryetari i bashkisë. Brigadier duhet të merret, e ke gabim. Brigadier, e ke shumë gabim. Kryetari i bashkisë duhet të merret edhe me këtë gjë. Duhet të merret edhe me ekonominë e atij qyteti. Dhe kryetari i bashkisë nuk mund të ketë të njëjtat taksa, të njëjtat tarifa, të njëjtën hapësirë kohore, procedurë si për pallatin, ashtu edhe për fabrikën. Jo, unë mendoj që fabrikat nuk duhet harxojnë më shumë se sa 15 ditë, 20 ditë për të marrë një leje ndërtimi në Tiranë. Nuk duhet të harxojnë më shumë se sa 15 ditë, edhe 20 ditë. Këtu jam dakord. A je dakord me mua? Po, duhet të është debat që duhet vu me ligjin. Sa? Sa harxon? 6 muaj, 7 muaj, 8 muaj, 9 muaj, një vit e 2 muaj është me rahat. Po edhe tarifat për një fabrikë, e ndërtimit e një fabrike, nuk mund të jenë njësoj me taksat, nuk mund të jenë njësoj me taksat e ndërtimit të një pallati, sepse unë mendoj që ndërtimi tani në këtë moment duhet të kthehet në ekuilibër. Nuk është në ekuilibër. Është prioriteti absoluti i pari në këtë qytet, në qytetin e Tiranës. Jo, duhet vinë në ekuilibër
edhe duhet vi në ekuilibër me jetën e qytetarëve dhe me cilësinë e jetës së qytetarëve dhe natyrisht edhe me punën e qytetarëve, që nuk mund të jetë thjesht dhe vetëm ndërtimtari, po duhet jetë edhe një ndërsa unë mendoj Erion. Ku këta njerëz shërbejnë. Erion. Po e shikojeni Torinon si është. Erion. Si është Torino? Ndërtim është? Erion. Apo fabrika? Erion, unë jam dakord me të gjitha këto, duhet të ngacmoj çik, më fal. Jo se më tingëlloj keqja. Dua të ngacmoj. Jo, se e kishe shumë gabim atë që the. Po mi pa, e ka për dal këtu. Ku do dal tash? Prandaj ngacmova. Jo, një sekond. Unë nuk dua vendin e Edi Ramës. Urdhë. Nuk po konkurroj për kryeministër. Po jo më i ke as për kryetar partie. Shiko. Jo braça i ka vend. Po i ke vend ti, olla. Më dëgjoj pak. Jo më s'ka lidhje me mend. Po si s'ka lidhje me mend? Jo, e një vetëm tatë ti. Një sekond. Nëse ka një gjë që e ka dëmtuar Tiranën dhe mënyrën e qeverisë Tiranës është se kushdo që ka qenë trampolin është parë si pasues e në krahun tjetër e ka parë bashkinë si trampolin për të shkuar atje. Jo më vlla, dakor, ma t'jap mendimin tim, Lutem dhe këtu do të jem shumë qartë. Edhe me ty si sipërmarrës, edhe me atë si gazetar, po edhe me të dy si qytetar. Një sekond. Edhe me të dy si qytetar i Tiranës. Unë dua punën e kryepunëtorit të Tiranës. Nuk dua as kryeministrin, nuk dua as kryetarin e partisë time, as ministrin e kështu. Jam shumë dakord. Në Tiranë shtëpi do kushtojnë me lirë. Po ju doni me bol lajm tash ligjoti vajrit debatit. O zotnin e rum. Ka dalë jashtë kontrollit ndërtimi. Në Tiranë ka dalë jashtë kontrollit. Dhe 3 muaj jashtë kontrollit. A do ulen çmimet e banesave në Tiranë Erion Braçi? Nuk lidhet me ofertën. Je ekonomist vëlla. Me argumento. Tani, Gjergj, t'ja kthe një përgjigje? Jo, do të vazhdoj të debatin, mos ja kthe. Në Tiranë po ndërtohet keq. Në Tiranë nuk po ndërtohet përstërim. Nuk po ndërtohet përstërim, pse as për banin. Në Tiranë po ndërtohet keq, në konceptin tim. Unë jam shumë dakord me atë që Edi Rama thotë, që Tirana duhet kthehet dhe po kthehet në një hapësirë, në një panajër të madh, muze, çfarë duhesh ti të arkitekturës, se realisht po ndërtohen vepra të bukura. Po eksperimentohet, po. Po a janë, ju mos po nuk po arkitektura botërore po eksperimentohet. Po thirrën arkitekt shumë të rëndësishëm kësaj bote për të projektuar në Tiranë. Por ama, po them, apo ndërtohet që ne të ndjehemi mirë? Unë mendoj që jo. Okej. Tashi, unë e banalizova çik problemin që Tiranës i duhet një brigadier. Për t'ju thonë juve që unë jam dakord që Tiranës i duhet një administrator. Tashi unë po të pyes, më fal Erion, unë e kam thonë ku do e them edhe në mbyllje do ta them që unë i përulem këtyre 35 vjetëve të modelit, një nga modelet më të mira të parlamentarizmit shqiptar që jeni ju. Tashti, o Erion, ai duhet administratori mirë si shte punëtori mirë Tiranës. Po kryepunëtori. A mendon se ti që ke ne 35 vjet në parlament, dhe unë që kam ne 35 vjet duke hape mbyll fabrika, duke shit në gjithë botën e duke përplas me gjithë botën. A mendon ti se je më administratori mirë se sa mu? Administrator më mirë se sa ty? Po. Se kam dhënë 35 vjet në parlament. Ti ke ne në parlament. Dakord? Po. I një problem, i ke grejt parlament. I jef parlament, na ke fol për dyshim. Tash ti më përgjigje mu. A mendon Zoti shoku Erion që është administrator më mirë se Gjergj Luca, pse? Jam, për qytetin po. Ti ke lënë kombinat. Unë kam lënë Myslim Shiri. Një sekond, për sipërmarrje. Po administrimi është administrim. Administrimi është administrim. A duhet të rim gapin e sipërmarrjes për të marrë taksa dhe për të shërbyer njerëzve të thjeshtë me rrugë, me kopshe, me shkolla. Dhe problemi është kush i ri mirë sipërmarrjes si përpara për të marrë taksa për të bërë për qytetin. Unë jam
administrator më i mirë se Erioni dhe unë jam kryetar bashkie që do të jem Tiranë më absolute. Po patjetër. Kanë mend dikë tjetër. Jo, s'kam mend këtë. Ka. Unë po du me gacmu. Ke profil. Tani unë po du me gacmu. Jo, unë po. Se unë s'kam mend me morë me administrata si sen. Një sekond. Do mblesh? Urdhë. Ashtu. Tani, e para mbi të gjitha, kryetari i bashkisë zgjidhet me vot, jo thjesht dhe vetëm për atë që ju thoni. Që të administroj, ku di unë, një supermarket që do jetë qyteti e tjerë me radhë. Jo, zgjedh me vot edhe për të udhëhequr politikat në atë qytet. Kjo është e parë. Prandaj ju thash edhe kryepunëtori i qytetit. Kjo është e parë. E dyta që është akoma më e rëndësishme. Po, unë nuk jam i zoti në supermarketin tënde. Dakor. Por kush po i bën arkitektët nga gjithë bota? Kush po i bën? Në administrimin politik, urban, social, shoqëror, të një qyteti, unë jam më i mirë se ty. E treta, kjo është një gjë e provuar. Kam parë supermarkets që janë bërë kryetar bashkie. Se janë si vetë spekulant, kemi pas spekulant ty. Të lutem. Ja. Me pas që është luçën, tash zgull dhe unë tokës tamam Tiranë në ajër. Po kem pas spekulant, më ke pa nga ata që fitojnë lek me politikanë valla. Ke pa nga këta spekulantët, nga këta zakxarët, që i zini jetën të veni. Pra po thosha që është e provuar me një kategori caktuar supermarketish në këtë vend. Është e provuar. Po i keni nxjerrë ju ata, nuk ka konkurrë. E treta, është një element shumë i rëndësishëm. Unë jam mësuar me përgjegjësi përkundrejt atyre që më votojnë. Supermarketi nuk e ka këtë lloj përgjegjësie. Pse? Po se ka. Ja ke gabim. E ka ndaj punëtorëve të vet. Punëtorëve të vet. Po jo ndaj qytetarit. Pse? Të paktën në një kategori. Po ja të marrë ndërtimin gjeq. Të marrë ndërtimin. Ti do ta ndërtoje një pallat që ti zije dritën, tjellin, ajrin. Kur? Po ja spekulant. Ja, jemi këtu. Dun lek. Jemi këtu. Po nuk flitet për ata që duan me bërë lek valla. Prandaj i thash Manes. Unë po flas ata që duan punë, duan bëni emër. O gjerç. Prandaj një kategorinë politikë. Po prit mor burr. Prandaj i thash Manes që në këtë qytet të ndërtohet keq. Se ndërtimi duhet të ketë etik në fund fare. Duhet të ketë etik. Në raport me mua, në raport me tjetër që kemi shpenzuar para për t'i bërë ato pranë. Apo jo. Iku dhe kjo. Tani vim tek një pikë se dua ta kthej një përgjigje. Tek një pikë që është shumë e rëndësishme. Kam dëgjuar që ky nuk do bëhet kryetar bashkie sepse këtë nuk e do biznesi. Dhe këtu vim tek ajo që sapo the. Kush biznes nuk e do? Biznesi. Ja, kam dëgjuar kur. Një sekond, e dëgjova unë në një televizion. Ja, ku. E dëgjova unë nga një analist politik në një televizion. Zon respekti më të madh nga tani të lutem. Tek për cilin biznes flasim këta? Për atë biznes që ka qenë klient gjithkohës, edhe në Bashkinë e Tiranës, punë e madhe. As më bëhet vonë fare. Ditën që unë hyj atje, klientelizmi merr fund. Nuk kam, edhe nga miqtë e mi, edhe nga shokët e mi, kur vinë trokasin atje do të jenë barabar me gjithkënd tjetër. Atje në radhë. Pra, kjo kategori biznesi, që e ka ngritur gjithë biznesin e vet, duke qenë klient, herë ke qeveria, herë ke ministri, herë ke drejtori, herë ke kryetari i bashkisë, herë ke një tjetër me radhë. Domethënë, mua nuk më intereson. Në këtë vend ka njerëz që janë bërë vet, i kanë bërë supermarket vet. Janë bërë të pasur vet. Zhvillojnë aktivitet ekonomik, social, kanë një përgjegjësi sociale përkundrejt komuniteteve të tjera dhe janë bërë vetë të tillë, pa ndikimin as qeverisë, as shtetit, as bashkisë, as kërkujt fare. Unë vi për këta më qesh. Unë do vi për këta që janë bërë vetë. Edhe janë bërë vetë me vlerësën e ballit, e me mundin edhe punën e krahut. Edhe Magdani në New York do me biznesi, ata më të mirë dhe më të vërtetë. Po jo më interesim. Erion, kur nuk e folu për familjen tënde të madhe dhe familjen tënde të vogël. Dhe jetën private ke mbajtur kështu diskrete, ai ke blerë një Range Rover vajzës. Edhe shumë mirë nga Rover. Makinën time marr. Çfarë Range Rover? Fëmijë politikanë po jo më zotria. Nuk bëj shpenzime të tilla sepse un kam respekt për ato para, për ato para që mburen nga rroga, kam respekt. Vilën e kanë palas apo vilën e plazhit? Po jam me letë, kot më dhe. Apo kete te gjiri lart. O miqtë mi,
Me këtë burrin që ne sot kishim ftuar, mund të flisnim pafundësisht për orë të tëra, sepse është një nga njerëzit e pakët të vërtet që ne na përfaqëson si shqiptar në parlament. Unë mundova të dalë edhe jashtë kornizave dhe jashtë edukatës dhe jashtë marrëdhënieve tona për ta ngacmuar. Dhe nga kjo bisedë e sotshme, unë kuptova që Partia Socialiste, motori kryesor i këtij vendi, që ne po lufton me të gjitha forcat nëpërmjet liderit saj, liderit ton që ne të na çojë në Europë, është shumë e rëndësishme të kuptoj që seleksionimi i njerëzve, fotot që bëjnë këta të rinj edhe në një të vjetër në për rrjetet sociale, krijojnë bezdisjen e njerëzve allergjive, që këta njerëz të ri më mirë të bëjnë foto duke i dalë për ndihmë njerëzve, duke u përplasur me kryetarët e bashkive që i kanë cop-cop. Ne sot kuptuam që Erioni ka një ambicie për të konkuruar për Tiranën tonë. Dhe është një njeri që, me thonë drejtën, është shumë karizmatik dhe shumë i mirë pritur për qytetarët e Tiranës se i ka shërbyer me vite të tëra. Ne kuptuam që Erioni vazhdon thot me të njëjtën pathos të vërtetën. Dhe ne, politikanë të tillë dhe njerëz të tillë që përfaqësojnë Shqipërinë tonë, i kemi të pakët dhe inshallah na shtohen kur të hyjmë në Europë. Shumë respekt për këtë. Themi gjë për ta mbyllur. E para mbi të gjitha nuk është ambicia. E thash, mundova ta shpjegoj që është dëshirë e imja për ta patur këtë punë. Sepse unë mendoj punë. Nga fillimi deri në fund e mendoj si punë. Kam dëgjuar plot që thonë s'ka ç'a bën më, e do si mbyllje karriere e tjerë me radhë. Se kam problem fare këtë pjesën, karriera ime më mbyll edhe sot. Them, nuk do merrem më me këtë gjë, do dalë do bëj vrap ke liçeni që me fred sakto. Është një hall shumë i madh gjatë këtyre ditëve e kam parë. Mos e zvoglo veten. Jo, një sekondë, një sekondë. Kam dëshirë. O Gjergj, dëshira me ambicje është një diferencë shumë e madhe. Kam ambicie. E ke ambicje. Jo, nuk e kam ambicje. Po e ke ambicje. Po s'ke, është më e fortë ambicia se sa dëshira. O Gjergj, ambicia është për karrierë. Ambicie për të bërë punë, unë shumë pak. Politikan karrierë, shumë pak. Unë kam ambicje të lë diçka Shqipërisë. Po mirë, shumë pak. Ashtu si ai burri. Ore, unë nuk kam ambicje të lë diçka Tiranës. Unë kam ambicje ta ndryshoj Tiranën. Po çfarë do të ndryshosh? Po jam edhe po ta them unë. Do ta bësh më të pasta. Brigadier komunale. Po jo, më e ke gabim. Tash mos ta kthe pa. E ke gabim, e ke gabim. Po është brigadier. E ke gabim, e ke. Ora valla kush i bën arkitektët me bokuva të bukura në Shqipëri? Ora kush e ka pastruar landën e kush ka koncept? Ora kush po bën teatri? Ora kush po bën Shqipërinë? Brigadieri që kemi zgjedh për ta pas lider që ta çojnë në Europë. Ai do një njeri që të shkojë mbrapa vizionit vet. Po jo histori se s'po themi sekrete. Po jo, sepse në vizionin e tij, po ka edhe gjëra që nuk shkojnë. Cila nuk shkon? Po ka plot. Cila? Që nuk shkon. Po mirë në rregull. Nuk shkon që i ka vuajt gjithë kaptin cepat e ndërtimit që i kanë bol lek pa punë këtë vend dhe i thot bëni projektet atje ku duhet i bëni sepse e filloni projektin shishe lajthize dhe e marroni projektin shishe vere. Këta ndërtuesit ton. Cili po ka bërë? Se po bën 10 kullat i marrim mend Shqipërisë për mos me pato ndërtime dyse, cili? Apo ai që prishi gjithë shtesat e Tiranës për t'i dhënë frymarrje qytetarëve që e kanë me kosto të mëdha. Ja the ti? Po kush e tha? Bravo qoftë. Unë kam bërë fushatin elektorale. Pa ne je deputet i mrekullueshëm. Pa ne duhet prish deputet. O Gjergj, që ti kërkosh e sapt. Brigadier të bashkisë ti kërkosh e sapt ti. Edhe një herë. Urdhë. Fushata ime elektorale. Urdhë. Ishte nga fillimi deri në fund. Lirimi i hapësirave publike. Ke po shërbimin më të madh Tiranës. Shërbimin më të madh. Po një sekond. Tani ishte bërë gabim deri tani kjo gjë? Tmerrsisht. A ishte vizioni i gabuar? Jo. A ishte vizioni i gabuar më? I mrekullueshëm. Ndërtimi në atë farfeje. Ishte. Shumë i gabuar. Ishte. Shumë i gabuar. Ja që duhet një kryetar bashkie për të korrektuar edhe vizione të gabuara. Jam dakord. Dakord? E para kjo. E dyta gjë që është shumë e rëndësishme për t'u thënë. Ju mendoni që unë dua të bëjmë kryetari i bashkisë së Tiranës? Jo, më valla, di ç'a menoj unë. Unë menoj, unë ta admiroj. E di ç'a menoj unë, që ti ta fiksosh në kokë. Unë ta admiroj si njeri. Unë mendoj që ti nuk bësh dot brigadier.
Jo më jo, kryetari. Po s'bosh dot kryetari i Bashkisë Tiranës është brigadier. Ti s'bosh dot brigadier. As kryetari i Bashkisë Tiranës nuk duhet të jetë një drejtor. Duhet të jetë brigadier, është fjalë e modhe brigadier. Është fjalë e modhe. Një sekond. Ti s'bosh dot brigadier. Se je Erion Praçe, ke fizionomin tate. Kjo është historia. Edhe një herë. Unë mendoj që kryetari i Bashkisë Tiranës nuk mund të jetë as edhe një ministër, apo nuk është akoma, as edhe një drejtor që tash të themi gjon ty, jo do të themi gjon. Do themi gjon. Kur ka qenë drama, kur ka qenë, jo do ma dëgjosh, do ma dëgjosh, tutën do ma dëgjosh. Eksakt. Do ma dëgjosh. Kur ka qenë drama, kryetar bashkie, më dëgjoj mu, më dëgjoj. Kur ishte drama kryetar bashkie, unë të ze ben zot. Në një të notës mbaronim diskutimet në tavolinë. Më thoshte, Luca, urdhoj thosha, të lutem hajde të bëjmë i gjiro. Më merte, e mersha unë makinë, se s'di t'i japi makinës. Ku do ikim? Te treni. Qa shifte? I rrugë. Ku do ikim? Para bankës. Qa do shifte? Apo ujite lullet. Ku do ikim? Edhe të ura tabakve. Ora 2 mjesit. Shikote çdo objekt, shikote çdo objekt cili. Nuk ka marru punë e drama me Tiranën akoma. Edhe? Ky ja deformoi frymën e dramës. Edhe do brigadierin. Jo ti, Po kush ma? Po jo ti vallai. Po kush ma? Jo ti tash. Kush? Një general që nuk bash një general. Ore një njeri që ato e. Një general. Po jo vallai, nuk po ta them. Jo s'po tike. Vetë solla ky argument. Pa ishte 4 vjet në Ulbashë dhe deformoi frymën aty. Ai ishte 4 vjet. Ishte në Ulbashë. Po unë nuk e lë pësën që t'umbin Tiranë, harrojat më vetë. Mos harrojmë më vetë. Edhe një unë mendoj që Tiranën si duhet një kryetar bashki. Jam dakord. Me kohë të plot. Jo general, brigadier. Dhe që qeveris Tiranën. Qeveris Tiranën. Dakord. Faleminderit Erion Praçe, jemi shumë vogël për me pas shumë general. Por mos harrojmë. Ore edhe një herë. Dhe një herë. Luca Rozapa. Ore edhe një herë. Nuk dua të jem general në Tiranë. Nuk dua të jem as general në Shqipëri. Po ti je generali Lemër. Ore që thonë. Ore ti je si Napoleoni. Ore ti shqyr që si e bolle 50 cm më i gjatë, se ti kishe sakatun ta njerëz, do të është një tjetër më i gjatë. Është një tjetër më i gjatë. Ai sakaton ai. Është një tjetër më i gjatë. Ka nevojë ti sakaton. Jo, unë do t'i bëj pjesë të qeverisjes së Bashkisë Tiranës. Shruti malli zot, Respekte. Të më falësh dhe herë se u tregova. S'ka gjë. Ma lejove, faleminderit që ma lejove, që ne dëm i çik. Asnjë gjë, faleminderit ju.